një numërim elektronik, e cili duhet mbaronte shpejt, dhe shikoni pra nga qendrat e votimit nuk është numëruar as një vot. Në fakt këtë thot KQZ-ja, po ndërkohë nga burimet që ne kemi, tashmë janë numëruar kutit e para. Unë i kam rezultatet tu në celular nga burime nga të dyja partitë, të printuara si një faturë themi tatimore, por rezultatet në KQZ nuk dalin. Cila është arsyeja pse KQZ-ja nuk po nxjerr rezultatet e numërimit elektronik? Cili është motivi që po komplekson Komisioni Qendror Zgjedhjeve për të mos nxjerr një rezultat? Kur do të fillojnë sigurisht dhe numërimet në qarqet e tjera, ne do ja zgjellim në kohë reale në këtë maraton që vazhdon me mua Sokol Ballën, këtu në ABC News dhe me kolegët e mi, Skënder Minxhozin, Artur Nurën, Roland Lamin dhe urojmë se ardhin për të parë në panel sonte Arben Meçës. Meçë, dua ta nis me ty. Një nga risitë e mëdha të 2021 ishte pikërisht numërimi elektronik. Them risi pasi për herë të parë rezultatet dolën në pothuajse në kohë reale. Mos gaboj, diku para mesnatës, ka qenë dhe zoti Celibashi në njësinë 10 në Tiranë, dolën rezultatet e njësisë 10. Më pas dolën dhe rezultatet e vorës. Si ka mundësi që rezultatet e vorës të numëruar në mënyrë elektronike, mua po mbi në celular, dhe nuk i nxjerr KQZ-ja. Pra, ai sistem që unë kam, që kemi aty në Magic Wall, është sistemi lidhur në kohë reale me KQZ-n. Dhe rezultatet nuk dalen. Ka qenë një problem serioz gjithë ditën sot, informacioni nga KQZ-ja ka qenë gati inekzistent. Pra për të parë unë po shoh një KQZ e cila nuk është në sinkron me informacionin. Në qoftë se përpara 2 seancash elektorale, në çdo minutë në faqen e KQZ-s kishe informacion i cili updatohej gati çdo gjysmëore një orë. Sot mungesa e informacionit nga KQZ-ja ishte ulëritse. Pse ndodh një gjë e tillë? Kam përshtypjen që pjesa teknike e KQZ-s ka probleme. Po jo, një sekond. Unë mund të çoj tani në WhatsApp, se pjesa teknike do të thotë që nuk funksionon numërimi elektronik. Atëherë unë kam me prova që numërimi elektronik po funksionon. Pra unë do të nxjerr tani. Ka dalë rezultati. Ka dalë. Ku ka dalë rezultati? Do të them ka dalë rezultati. Ka dalë rezultati, problemi është pse nuk e nxjerr KQZ-ja. Printimi ka dalë për pra nuk është problem teknik. Po s'është komunikuar. S'është komunikuar pra. Për të konkluduar është konkluduar. I po është printuar, sa aq është printuar, më i kam printuar apo them. I kam të printuar, i kam tatimore gati. Urdhë. Gati faturë tatimore. Atëherë, është faturë tatimore, më ja një sekond. Kush ka humbur s'do që të publikohet. Kaq. Jo, një sekond. Nuk ka lidhje kjo, se kur del votimi, kur del numërimi elektronik, numri elektronik janë të dyja palët dakord kur ajo printohet. Mbie keq. Domethënë unë nuk kuptoj fare cila është arsyeja pse KQZ-ja nuk po i nxjerr. Atëherë, ju lutem regjia, unë tani do e nxjerr këtë sepse u pa puna. Këto janë një pjesë e kutive të numëruara. Këto janë të qytetit, të Vorës qytet. Dhe shikoni aty janë rezultatet me emra, me mbiemra, me gjithçka tjetër, me emra kandidatësh. Unë nuk e kuptoj. E ka regjia ju lutem, atëherë ju lutem nxjerrini në ekran për treguar që në fakt dhe vin nga të dyja grupet e numërimit, vin edhe nga PD-ja, edhe nga opozita dhe nga mazhoranca, dhe nuk e kuptoj fare pse KQZ-ja nuk nxjerr. Ja ku i keni në ekran. Nxjerrini në ekran lutem. Ja ku i ke Meçe. Ky nuk është problem teknik, se problemi teknik s'ka fare. Ja ku e ke numërimin. Jo, vetëm problem politik mund të jetë. Ky është problem politik apo jo? Vetëm problem politik. Cila është arsyeja? Nuk mund ta aludohesh sepse është një çështje delikate të bësh aludime në këtë rast. Por ndoshta presioni që bëri Vora po jep rezultatet. Përplasja që ndodhin Vorë. Procesi penal ndaj një deputeti, që i bie të jetë deputet akoma zotin. Ka lidhje, procesi penal është heqja e gjithë observuesve atje. Janë të gjitha që kanë një ngarkesë politike për institucionin qendror të zgjedhjeve. Unë besoj që parimisht duhet të jetë kjo, stresi që ka përcjell, dhe ju e ndoqët dhe thatë një gjë sipas me interesante, që skifterët e opozitës në KQZ dhe gjumashët e shumicës në KQZ. Apo jo, ky është termi pakashëm. Jo, ajo s'ka lidhje fare, kjo ka lidhje me KQZ. Influencë drejt për drejt në KQZ. Fola për avokatët, ajo është çështje tjetër. Ktu unë kam çështjen me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Cila është arsyeja pse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve këto rezultate që unë i kam në ekran,
që janë rezultatet zyrtare të printuara nga kutit, këto që shikoni janë nga kutit e qytetit të Vorës, pse këto nuk pasqyrohen në këtë sistemin këtu? Ky është sistemi që ne kemi të lidhur me KQZ-n, pra nuk kemi duke futur as exit polle, as polle dhe as gjë tjetër. Ky është i lidhur komplet me KQZ-n. Pse këtu në qarkun e Tiranës, për Tiranën, për Tiranën, ku është njësia 10, kjo është Ndroqi, një sekond, kjo është qyteti Tiranës, një sekond, ku është qyteti Tiranës. Kjo është qyteti Tiranës, kjo duhet të jetë njësia 10, kjo është njësia 10. Ja ku e ke rezultate. Ku e ke rezultate? Ku është rezultati? Kjo është e lidhur korale. Pse nuk e nxjerr KQZ-ja këtë? Cila është arsyeja? Çfarë arsye ka? Çfarë arsye nëse ti e ke rezultatin, nxirre. Lutem. Tani, sepse nëse ti bën këtë për një rezultat që është elektronik, po për tjerat, çfarë do bësh? tani klima Sokol është delikate dhe kam përshtypjen ti nuk do ma justifikosh dhe të lutem mos më ndërprit dhe nuk dua fare të justifikoj KQZ-n sepse rezultatet që dalin duhen thjesht dhe vetëm publikuar. Nuk ka asnjë arsye pse ti mbahen publikut. Ose bie vetë projekti i votimit elektronik dhe nuk ka më asnjë lloj sensi. Tani, këtu kemi loj nëse bie teknikisht, unë kuptoj ra teknikisht. Këtu ka rënë parimisht tani, nuk ka rënë politikisht. Po, tani më fal. Të arrim që ka rënë politikisht. Është loj komisionerësh, është loj e lëshimit të skemës së numërimit. Dhe te ato shifra, supozoj unë tani, çdo palë që do të ishte nga të dyja partitë në dizavantazh, do ta përjetonte publikimin e rezultatit si një sinjal shkrehjeje dhe demoralizimi të gjithë armatës madhe të numëruesve, por ama kjo që thotë Sokoli është e drejtë. Në qoftë se është kështu, mos bëj numërimin elektronik atëherë. Bëj të gjithë manual dhe mirupafshim. Kemi rregull. Pse e bën atëherë për ta marrë zyrtar? Në qoftë se del rezultati. Nuk mbahet. Jo, tash më fal, një sekond. Në këtë moment nuk po flasim për përmbajtjen zyrtar. Ktu po flasim përse po i mban në zyrtar. Kjo prapë pse ta mbash zyrtar? Përse po i mban zyrtar? Cila është arsyeja? Më thuaj, pse ne i kemi rezultatet? Ne i kemi rezultatet dhe ti nuk i nxjerr. Po. Dhe qytetarët nuk i kanë i bie, ne kemi qytetarët. Ne i kemi, po qytetarët nuk, ne paguajmë taksa. Ne kemi paguar taksa, ne kemi paguar shpenzime shtesë. Qytetar, shifra gjithë vogël. Këto rezultate dalin dhe jam i sigurt nëse ti bën një sondazh të gjithë shqiptarët, nëse shqiptarëve i thua shiko, do të shtojmë 10 euro taks në vit, në mënyrë që rezultati i zgjedhjeve të bëhet elektronik, dhe ti në mesnatën midis të dielës dhe të hënës të dalë rezultati i zgjedhjeve, sa shqiptarë do ta jepnin 10 euroshin? Edhe familjet më të varfra do ta jepin. Pse? Sepse do donin që ky stres i tmerrshëm që mbërten Shqipërinë gjatë muajit fushatës, sidomos ditën e fundit zgjedhjeve, të mbaroj një herë mirë. Dhe ç'a ndodh? Pikërisht modernizimi i numërimit të votës ne na vjen nga PD-ja, nga PS-ja dhe nuk na vjen nga KQZ-ja. Dhe hajde pastaj këtu ti diskuto ta depolitizosh sistemin. Si ta depolitizosh sistemin? Momenti që ne nuk do kishim burime nga partitë politike, as ky rezultat nuk do dilte në sipërfaqe. Po mund të kërkosh korespondentës tënde të bëj pyetje direkte atje? Po jo më po ja bëj pyetje direkte KQZ-s. Dhe unë po i them, ja ku i ke faturat tatimore, ja ku i ke numërimet e votave, me emër, me mbiemër. Se unë gazetar jam, unë i nxjerr, nuk ta tregoj burimin nga e kam marrë, dhe do ta nxjerr, se nuk është sekret shtetror, se është vota e shqiptarëve. Na ke premtuar votim, numërim elektronik. Është votuar në mënyrë elektronike, numërohet në mënyrë elektronike, na thuaj rezultatin. Jo vetëm se tu rezultatin, por nuk e nxjerr. Dhe tu do ta nxjerr ditën e hënë, si do ta nxjerr ditën e hënë, kur ato e numëron makina, e numëron kompjuteri, nuk e numërojmë ti dhe unë. Si është bëhet një verifikim nga komisionerët, ka funksionuar në rregull numërimi? Po, ka funksionuar, mirupafshim. Po mëse. Ka vendimmarrje që do votohet ditën e hënë? Po, është Celibashja ka deklaruar që do të nxjerrë ditën e hënë. Atëherë me drejt debati jon orientohet mbi një skenar i cili është i papranueshëm. Në qoftë se ka deklarim tillë. Pra, Celibashja ka deklaruar votat e njësisë 10 dhe të Vorës, rezultatin do ta deklaroj ditën e hënë. Dhe unë me drejt pyes si qytetar, kur ti në 2021 në Manzore 110 në mesnatën, jo mesnatë, ka qenë më herët, të ditës diel. Përse atëherë ti më thua do ta nxjerr kësaj rradhë në ditën e hënë?
Cilin entuziazm kërkon frenosh? Cilin dëshpërim kërkon? Cilin dëshpërim kërkon të kontrollosh? Llogaritë kujt e duke bërë? Je duke bërë llogaritë e votuesve shqiptar apo je duke bërë llogari politike? Lami? Unë gjykoj që ta kuptoj publiku. Partitë politike e kanë këtë dokument, sepse e kanë nga vëzhguesit dhe komisionerët që kanë atje. Duke qenë partijak, ky informacion i certifikuar kalon në celularët e pjesës më dërmuese të shtabeve elektorale dhe anëtarëve të partive politike. I vetmi subjekt këtu që s'ka informacion është publiku. Së pari. Së dyti, është era e parë që ndodh që votimi elektronik nuk vet në shërbim të publikut për të kuptuar se cili është trendi apo cili është humori i votimit në një zonë caktuar zgjedhore. Dhe e fundit, nëse do të nisemi me logjikën që një rezultat i nxjerrë në kohë reale mund të dekurajojë apo të inkurajojë palë caktuar politike, atëherë pse është rënë dakord për votimin elektronik? Më është rënë dakord për të këtu, shikoj një sekond. Tu nuk kam fal. Ktu mendoj që nuk kam fare përgjegjësi PD-ja, as PD-ja, PS-ja jo, po as PD-ja. Sepse fund fare ja kanë deleguar këtë përgjegjësi KQZ-s. Po nuk e besoj që KQZ nuk e bën pa aprovimin edhe pëlqimin e partive politike që janë pjesë në gara. Mirë, dakord. Atëherë se këtu pastaj është dalim të rezultatet, urdo. Në Vor, 259 vota PS, 74 vota PD. Një nga Kuti. Në Bërzul, 259 vota PS, 92 PD. Okej? Urdo, t'jap dhe rezultatet e tjera. Ndërkohë, shiko ç'a ndodh. Në Vor ka filluar festa. Pra në Vor, socialistët janë duke festuar fitore. Publiku se di. Urdo, ja u I keni pamjen. Pra, ati janë duke festuar, ndërtues, ato numëruesit e din, këta nuk e din. Urdo, ja ku I ke dhe rezultatet në ndomje, ku prap që ndomje që normalisht ka qenë një stronghold, një zonë, një fshat ku Partia Demokratike ka dalë gjithmonë avantazh, edhe aty ka fituar PS-ja. Nuk ka si mund të fituar dhe PD-ja. Problemi është pse e fshem? Pse e fshe? Cila është arsyeja pse ti fshe një votim që është publik? E din këta njerëzit atje. Këta njerëzit atje e din kanë filluar festën. Një nga palët ka filluar festën. Pse mos ta di dhe pala tjetër? Cila është arsyeja? A mund ta pyesim ne? Kërkon ti japësh se po ja bëj publikisht. Unë kam mik, po kjo nuk shkon. Unë po e bëj publikisht, si do ta bëj? Ti çoj mesazh. Ti çoj mesazh, unë po ja them publikisht. Po them, dil dhe thuaj përse KQZ-ja nuk po jep rezultatet e Vorës, urdo. Për kë nuk kujt se në fund pare unë nuk e bëj dot atë pyetje për shkak se unë e vlerësoj profesionalisht, e vlerësoj nga ana njerëzore dhe intelektuale zonë Celibash. Dhe kjo më pengon të bëj një pyetje publike, llogarit politike të kujt e duke bërë në këtë moment. Sepse në fund fare, që t'i bim shkurt, këtu mbaron muhabeti. Njerëzit kanë paguar taksa, KQZ-ja paguhet me taksat tona dhe duhet na thot. Edhe projekti votës elektronike ka kushtuar para. Ka një gjë. Në moment pretendojmë që nxjerrja e rezultateve do të prishë ekuilibrat dhe do të prodhojë situata të cilat do ndikojnë në numrin e mëtejshëm. Po këtë fakt nuk e përjashton dot. Sigurisht, do të thënë ai ka filluar fshekzjarët atje. Pra kemi parasysh. Po kanë dalë rezultatet më bën. Qartë, këtë janë printuar rezultatet. Po këtë nuk e perceptojnë dot. Pse thua do të nxjerrë sot media dhe rrjetet sociale janë kaq aktive dhe janë kaq prezente që një sekond nuk e lën Lamin të humbas. Në kohë. Një sekond, ja ku doli. Do të them pse e mban ti dhe kjo me të drejtë dhe ju me të drejtë e trajtoni sepse unë nuk kisha shumë informacione, por ju deklaruat 4 kuti. Katër kuti e kam të lidhur me KQZ-n. Po 4 kuti nuk janë kam të lidhur me KQZ-n. As nuk bëra exit poll, se e kisha ofertën të bëja exit poll. Nuk e bëra exit poll. Tjerët e kanë nxjerrë exit poll. Pse? Sepse unë I besoj institucionit. Unë I besoj KQZ-s, I besoj zotit Celibashi dhe integritetit tij personal dhe profesional. Po këtë nuk e shpjegoj dot. Fakti që dolën kaq shpejt votimet, ne deri në orën 12 maksimumi do t'i kemi marrë rezultatet. Do t'i kemi marrë. Efektin psikologjik elektronike, jo edhe për tjerë elektronike, po këto janë rezultatet patjetër. Dhe tani ka një gjë, efekti psikologjik I këtyre rezultateve, efekti psikologjik nuk jepet sot deri në 12 natës. Do jepet nesër kur do filloj numërimi, se praktikisht atëherë fillon numërimi. Gjë që nuk ka logjik në këtë rast. Edhe ky bllokim. Si dhe një me kërkesë të PD-s për mos interesonte. Kush e thotë? Thotë Celibashi. Po.
Ja ta në konferencën për shtyp, kreu KQZ-s Celibashi tha se ka qenë një kërkesë e PD-s për të mos publikuar rezultatin mbrëmjen e sotme, por pasi të ketë filluar numërimi në disa KZAZ të tjera të vendit. Po kjo është turp. Tani, kjo është. Do të thënë, ajo që diskutuam ne duket që Vendim politik. Tani kjo është paqa politike më e rëndësishme se procedura. Si mund të marrë se ne kemi Frika është ekspozuar qashme. Ore, shikon, një sekond. Votat janë në kuti tani. Se çfarë shqetësimi ka Partia Demokratike nuk duhet të interesojë Celibashi. Po fariq. Sepse është kryekomisioner i zgjedhjeve. Kjo nuk ka lidhje fare. Çfarë do të thonë me kërkesë PD-s? Po të shëtot, do thot PSOE e di çka më numëron për përpara mua në kutitë e Fierit. Po edhe ashtu bëhet. Ë? Edhe ashtu bëhet, sepse këtë sistem pra kemi sistem që kontrollohet dy partitë. Ja, ma një sekond. Dhe ky është kontrollohet nga dy partitë. Ky është fakt. Jo. Kjo i bie që KQZ-ja po kontrollohet, KQZ-ja po kontrollohet vetëm nga ky zotëria që i dali tani edhe ta miraton dhe Sali Berisha, ta ndjek. Pala tjetër, se me qenë të dalë konferencë për shtyp. Dhe pritën konform kësaj rritje edhe rezultatet me një optimizëm të vërtet. Por unë jam këtu para jush për të deklaruar se sovrani foli, vota është në dorë të komisionerve në përgjegjësinë më të madhe. Në Durrës, bandat e Pojës, e Troplinit, kanë vërshuar drejt KZAZ-ve me urdhrin nga Edi Rama se mund të ndikojnë në rezultat. Kjo nuk është vetëm në Durrës, por ata janë më aktiv, janë denoncuar, qoftë nga mediat, qoftë nga Partia Demokratike, dhe në zonat tjera Edi Rama ka zgjedh një lloj presioni drejt KZAZ-ve. Tani, porosia ime e prerë për të gjithë komisionerët tanë në KZAZ, në komisionet e numërimit, të zbatohet ligji dhe vetëm ligji. Asnjë vot nuk mund dhe nuk duhet të numërohet në presion. Garantoj të gjitha bandat se qeveria e Aleancës për Shqipërinë Madhështore do t'i shpall ato bandë dhe do marrin ndëshkimet më maksimale si të tilla. Unë kuptoj që ata janë në përplitjet e tyre të fundit dhe besojnë se mund të ndikojnë në vullnetin e sovranit. Asgjë nuk mund të ndryshojë. Populli ka fol në mënyrë vendimtare. Së dyti, lidhur me një exit poll të pretenduar nga gënjeshtari i gatshëm, Baton Stanishiqi është gënjeshtari i gatshëm, që s'bëri asgjë tjetër veç se pa bërë asnjë exit poll, lexoj apo konvertoj në poll memorandumin e Kuçit. I them Edi Ramës se me pilula të tilla
do mbetesh shumë shpejt për një kohë të gjatë pa gjumë. Janë realisht orët e fundit të ti në pushtet. Prandaj mos përdor gënjeshtar të gatshëm, papagaj, të cilët janë të aftë të deklarojnë çdo gjë kundrejt pagesave. Këto kisha unë, ndërkohë procesi po monitorohet plotësisht, ju e patë, po zbulohen zyrat ilegale të Partisë Socialiste, çerdhe krimi elektoral, krahas asaj që u kap në flagrancë deputeti Braçe me një grup, tani është një tjetër zyrë e tillë ilegale në Astir dhe ajo po procedohet sipas ligjit. Ka një qëndrim të vendosur të gjithë strukturave tona për të denoncuar, për të zbuluar, për të denoncuar të gjithë përpjekjet e dështuara të Edi Ramës në këtë proces të humbur për te. Hello, Antonio from Reuters. Can you just translate shortly on English, if it's not a problem, what you just said? In English? Please. Yes. Now, the sovereign... Mirë, tani sa të flasi doktori me anglishtën e tij madhështore, ndërkohë doktorin duhet i përgjigjet pyetjes nëse ka zbuluar në aleat të ri që ne nuk e dim. Se në rast se sipas tij në Astir apo diku tjetër po përgatiten skenare, po këto fotot e votave të numëruara në Vorë që kanë dhe firmën e komisionerët të vetë që nxjerrin humbje, do thoja unë, të rëndë, të ti më të rëndë se në zgjedhjet e vitit 2023, lokalet e vitit 2023, këto çfarë janë? Nuk e di nëse këto mund të quhen prova apo jo të humbjes së Partisë Demokratike dhe aleancës saj në qytetin e Vorës. Disha atje, derisa festa ka filluar, do thotë që komisionerët e dyja palëve kanë mbaruar punë. Ai që duket nuk ka mbaruar punë akoma është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili nuk i nxjerr këto rezultate ashtu siç duhet i nxirrte. Dhe nëse është e vërtetë ajo që thotë Skënderi, pra që zoti Celibashi ka deklaruar se me kërkesë Partisë Demokratike në media lexova dhe nuk do të nxjerrë këto rezultate, nuk e di, unë nuk e dëgjova këtë me thënë vërtetën, se kjo do ishte edhe më e rëndë, nëse ai realisht ai këtë e ka thënë. Jo, do thonë nëse e ka thënë dhe qëndron kjo, nuk besoj që pa konsultuar, po nuk besoj që pa konsultuar me Partinë Socialiste, nuk besoj që Celibashi dhe ti the, unë kam respekt për profesionalizmin e tij. Unë nuk besoj që Celibashi e ka bërë pa e konsultuar me partinë tjetër. Çfarë do të thonë? Ai është instrument ligjor, po dhe politik njëkohësisht. Qofse dy palët, qofse unë nuk e di, nuk mund ta interpretoj juridikisht gjë, politikisht. Stokole kanë rimarrin deklarantën që është i kërkesë e PD-s për të mos. Okej, ju lutem atëre gazetarëve të mit, ma gjeni sinkronin, ne kemi dhënë live konferencën e Celibashit. Ju lutem gjeni këtë sinkronin kur ka folur për rezultatin e Vorës, po. Ase lidh fare tani me të hënën, e lidh pikërisht me këtë komunikim të Që doli sot. Më thënë, në qoftë se nuk do dilte Berisha, do isha vazhdim në dyshim pse nuk jepet. Fakti që tani doli Berisha dhe kur lexon tani Berishën në të gjithë mënyrën se si foli dhe në kontekstin e saj që ai foli, del absolutisht e qartë pse KQZ-ja nuk ka shprehur, nuk ka nxjerrë. Pse tani? Berisha tha që praktikisht e para nuk nxori asnjë fakt, asnjë provë për vjedhje votash në të gjithë procesin në rang Shqipërie. Pra një skem e pritshme nga ana e Berishës që ai të dilte dhe të kontestonte procesin e zgjedhjeve në shkallë republike, u duk që tani që dështoi. Atëherë Berisha doli në skemën e dytë dhe tha, po, do të ketë proces
të manipuluar si rrjedhimi i presionit në procesin e votimit. Okej, atëherë unë po ju jap një informacion tjetër që më vjen nga një jurist që ka punuar me KQZ-n. Është një kërkesë e miratuar 2 muaj më parë. Pra, KQZ-ja ka miratuar 2 muaj më parë një kërkesë të PD-s që rezultatin e vorës mos ta japin kohë reale. Kupton? Okej, kjo jemi në kushtet pra që KQZ-ja është një shëmbëltyr e negocimeve që bëjnë partitë politike mbi procesin zgjedhor. Këtë po themi, Koli. Jo partitë politike, jo. 2 partitë kryesore. Po pse në shkuptim? Atëherë kjo Po 2 partitë kryesore. Çfarë interesonte? Po tani ja pra këtë po faktojmë çfarë po themi tash. Se po të ishte ndryshe do kishte dalë nga ana PS-s do kishte dalë. Duro, se kemi pas pak reagimin e Partisë Socialiste, në pak minuta do kemi reagim Partisë Socialiste, ju lutem kur ta keni gati ta japim, shikojmë cili është ndërmi Partisë Socialiste. Do bëjmë një koment tjetër. Lexoj në këtë konferencë, është i kontestimi do filloj tani procesin e leximit votave. Dhe thirrja që bëri Berisha është që pavarësisht eksit pollëve dhe pavarësisht rezultateve të pavotuara që normal media do t'i nxjerrë të gjitha, e nxori se nxori KZ do t'i nxjerrë, Berisha përgatitet kontestimin ta bëj për fazën e dytë, që është faza e leximit të votës. Dhe në këtë kuadër unë tani pres reagimet sepse hodhi iden e bandave në Durrës. Nuk e di, një sekond, çfarë flet Berisha, ju lutem, një sekond se për përgjigjet një pyetje. Rolin e profetit. Dhe një pyetje. Ja, ai merr Batorin si gënjeshtar nga dishmëri. I gatshëm gënjeshtar. Unë nuk bëj ashtu. Unë pres sovranin. Dhe një pyetje të fundit. Ju folët për banda të cilat janë vënë në pushtet nën survejim nga zoti Rama, në KZAZ, në përqendrat e numërimit tani më. Por sipas jush, ky rezultat që do dalë nga sovrani do të pranohet nga ana e Partisë Demokratike dhe Koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore? Unë jam këtu për të paraqitur para jush dhe publikut ato që ndodhin. Dhe ne gjatë gjithë ditës kemi dokumentuar me përgjegjësi të plot të gjitha përpjekjet antiligjore të bëra në të 4 anë e vendit. Por, të dërgosh banda për të rrethuar KZAZ-t është një përpjekje flagrante për dikuar në rezultatin, por kjo nuk do ndodhë, sepse komisionerët tanë kanë marrë udhëzime të qarta dhe të prera. Përgjegjësia për të gjitha këto është e Edi Rams. Faleminderit. Atëherë shikoni që zoti Berisha i referohet sërish ngjarjes së Vorës, siç e tham dhe më herët gjatë këtij transmetimi live, demokratët do tentojnë ta bëjnë Vorën Vlorë. Dhe arsyeja është pikërisht ato faturat printuara të votave të numëruara, të cilat tregojnë fatkeqësisht doktori e ka humbur Vorën. Dhe e ka humbur Vorën me një rezultat që duket më i thellë se sa zgjedhjet lokale të vitit 2023. Dhe ju kujtoj, në vitin 2023, zoti Berisha nuk e kishte vulën e Partisë Demokratike, e kishte dikush tjetër. Pra zoti Berisha, së bashku me LSI-n, arritën të prodhojnë një rezultat shumë më të mirë se sa rezultati të cilin po prodhojnë tani. Po Meçe. Shpreh e fundit e Berishës më troqi vëmendje dhe ndoshta ajo do të jetë temë debatit më tejshëm, sepse tha pavarësisht çfarë do të bëhet, nuk u prononcua do t'i njoh as do të njoh zgjedhjet, por pavarësisht do të bëhet, komisionerët tanë janë përgatitur për të balluar dhe do të lexojnë me korrektesë dhe do të jenë ata garantues së votës. Ka një problem këtu. Në momenti kur ti bën këtë deklaratë që komisionerët tanë do të jenë ata të cilët garantojnë sukses në numërimin e votës, është absolutisht logjike që ti do të dalësh edhe me tezën, po, do të pranojmë rezultatin e verdiktin e qytetarit të Republikës Shqipërisë, i cili certifikohet. Këtë gjë nuk e tha. Unë më duk mua personalisht. Këtë gjë nuk e tha. Dhe pyetja ishte drejt për drejt dhe ishte direkte. Do ta pranoni apo jo? Dhe
fare Perish tjetër po ta bënte këtë gjë. Për është i Perish i cili në deklarimet e veta në gjykimin tim as edhe një herë nuk është ka bërë kurrë të ta pranojë rezultatin të përgjigjet drejt për drejt një pyetje kaq të hapur. Gjithë respektin, un kam shumë respekt për votuesit e Partisë. Gjithmonë kur ka humbë. Por problemi është kjo ideja që nuk kemi çfarë të bëjmë doktorit se kështu është. Okej, ky mund të jetë problemi i Partisë Demokratike, po nuk mund të jetë problemi i shoqërisë shqiptare. Jo, unë nuk po them këtë gjë. Nura ka drejt këtë pikë që nuk është se rezultati nuk është certifikuar pse se ka njohur Berisha. Por thjesht më duket tani, më fal, se po të bëj unë përkthim shqip, sepse realisht jo, unë ndaj këtë ide që do të bëj atë që nëse do të ketë humbje, do të bëj atë që ka bërë gjithë jetën e tij politike, që ai njeh vetëm fitore. Dhe humbjen s'do ta njoh, por rezultati puna do vazhdoj, parlamenti do mbledhet në parlament me vendet që kemi marrë. Jo, thjesht kam përshtypjen që s'm kuptuat mua. Po që Ideja është, ne e dim çfarë zoti Berisha, e dim çfarë them tash ti japim drejt Edi Ramës, i natë vjen njëherë që jap drejt Edi Ramës, po e nxori Edi Rama para sa ditësh, atë shihni ta çka ka bërë gjithë zgjedhjet, shihni ta çfarë do bëhet atë me ata. Nxjerr po duhet ta nxjerrim atë postim me Ramës, dhe ajo e ke motamo. Futen në chat GPT, kërkohet cili do jetë fjalimi Berishës se zgjedhet, do shikosh që është ky që sapo dëgjuam. Tu nuk është problemi tek Berisha. Berisha është problemi i Partisë Demokratike. Problemi është pse duhet ky të bëjë problemi i gjithë shoqërisë shqiptare. Këtu është dilema. Pse KQZ-ja fsheh rezultatin? Pse KQZ-ja pas ka marrë një vendim 2 muaj më parë që mos mërzitet Partia Demokratike bile deri në atë pikë, saqë mos ta bëjmë edhe votimin elektronik në gjithë Tiranën, se mos ta mërzitet Partia Demokratike. Po mirë, po këta të tjerët ç'a bëjnë? Këta të tjerët ku hajnë bukë? Bukën e kujt hajnë këta? Taksat e kujt paguajnë? Jo, anullo, të lutem, anullo projektin e votës elektronike kur është kështu. Breu, dakor. Pse na harxhon nerva dhe lekë? Sepse fal, ato kuponat me rezultatin po qarkullojnë gjithandej. Ja, po i nxjerrin i kanë gjitha. I kanë misoli gazetari. Le të thënë pak me Ermal Vion që është në vorë. Midis opsionit zyrtar dhe të vërtetës. Kjo nuk është normale. Atëherë këto janë, vazhdojmë të nxjerrim rezultatet e vorës, vazhdon të fshehë KQZ-ja, ne vazhdojmë të nxjerrim. Dhe rezultati tregon për fat keq që Partia Demokratike ka humbur vorën me një rezultat më të thellë se që humbi në zgjedhjet lokale të vitit 2023. Ermal, Vion e kam në vorë. Ermal, përshëndetje. Po sa do ta më dëgjoj? Ermal, ti na solle disa nga këto rezultate, disa tjera na erdhën në burime tjera. Ju siguroj shikues që kanë ardhur nga burimet të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste, pra nuk kanë ardhur nga një burim, ti besoj dhe ti ke burimet e përzjera. Tani un kam një pyetje. Në momentin që këto janë të printuara, Ermal, kanë edhe miratimin e komisionerëve numërues të Partisë Demokratike apo jo? Të Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Sigurisht në ato që unë kam siguruar në fakt janë të nxjerra, po themi, nga antarët e qendrave të votimit, nga kryetarët, nga antarët e komisionit, të cilët kanë detyrimin e themi të printojnë këto rezultatet të zgjedhjeve këtu në Bashkinë e Vorës, ku në fakt evidentohet qartë ku fituese në ato dy të cilat unë kam siguruar, pra në dy rezultate, në avantazh të thellë është Partia Socialiste kundrejt Partisë Demokratike dhe sigurisht evidentohet edhe Blendi Gonxha, i cili ka fituar ndjeshëm vota në raport me kandidatët e tjerë. Nga ana tjetër, në Vorë, edhe pse KQZ vendosi që të shpallë ditën e nesme në orën 9 rezultatin, këtu në fakt mbështetësit e Partisë Socialiste duhet thonë se e shpallën vetë rezultatin pa pritur vendimin e KQZ-s, pasi pati festime me një rrethorës, le të themi rrethorës 20 ose 20-15 minuta, ku hodhen edhe fishek zjarre në ambientet e një lokali ku ndodhe momentalisht, për shumë pranë KZZ-s numër 27, ndodhen edhe mbështetës të Partisë Socialiste, të cilët sigurisht janë shprehur se tashmë e kanë fituar, le të themi, zgjedhjet këtu në Bashkinë e Vorës, ku janë ata fituesi, pra mbështetësit e Partisë Socialiste, madje ka qenë dhe kryetari i Bashkisë Vorë, i cili ka dhënë një prononcim të shkurtër, teksa është shprehur se për këtë ditë, le të themi, ka punuar Vora dhe sigurisht që zgjedhjet, edhe pse nuk kemi një rezultat, le të themi, final nga ana e KQZ-s, sigurisht që zgjedhjet ka fituar Partia Socialiste. Ka shprehur kryetari i Bashkisë së Vorës. Po, Ermal, besoj ajo informacioni që ti dhe fakti që këto rezultate të printuara janë rezultate të konfirmuara edhe nga komisionerët, shton po ashtu dhe njerë pikpyetjen e madhe, dilemën që është profesionale, është morale, po është dhe politike, pse KQZ-ja po fshe rezultatin
e zgjedhjeve në Vorë. Falenderoj Ermal Via nga Vora, po Lame. Tani pra, ne du t'i them disa të vërteta, zoti Ballas, sa do t'idhura janë. Pra, atje, votuesi i Vorës dhe komisionerët që nuk kupton dhe partitë politike, e din rezultatin. Publiku më i gjerë nuk e di. Po pse? Sepse KQZ-ja ka vendosur mos ta bëj publike. 1, 2. Komisionerët e 2 krave politikë, që do thot 2 partitë kryesore, kanë rënë dakord që ky njoftim të mos bëhet i ditur për publikun. Okay. Pra vendimarrja politike i vendoset ligjit dhe ju me drejt po insistoni dhe po ushtroni presion pozitiv që zotri je në krye të institucioni për të zbatuar ligjin, jo humorin dhe interesat e partive politike. Dhe fundit dhe mbylla. Jo, mos e mbyll, vazhdoje. Ti ke shumë drejt, dhe ke shumë drejt, apo them, mua nuk më intereson. Jam dakord. Fare. Absolutisht. Çfarë marrëveshje ka bërë PD me PS-n? Dhe intereson ligji. Në momentin që ne kemi paguar taks shtesë në parat tona. Jam dakord me ju. Ne kemi paguar, më duket një 3-4 miliona, 6 milionë euro, nuk e di sa ka qenë. Ç'është bërë atëherë? Për të bërë këtë numërim elektronik. Dhe pse këta nuk e japin, pse këta e fshehin? Sigurisht, e cila është vlera? Pritur reagimi Partisë Socialiste. Po ndajmë një vendim, po po themi formën ndryshme. Jo, me të drejtën nuk më intereson fare që Partia Socialiste. Unë jam dakord me ty. Kur të flasë o ta dëgjojmë, unë nuk pres asnjëri. Gjasat për marrëveshje ka. Pres përgjigje nga KQZ-ja. KQZ-ja duhet më thotë pse nuk nxjerr rezultatet zgjedhjeve të parë. A nuk do kishte Partia Socialiste më shumë që të festonin? Po nuk më intereson fare Partia Socialiste. Mua më intereson transparenca e 100%. Kaq. Po të analizojmë situatën. Një gjë që është interesante, ke një prononcim drejt për drejt, sepse si rrjedhimi i shqetësimit, ndoshta të ngritur nga paneli jon, sepse nga vëzhgimi që bëj nuk ka panele tjera që ngrin këtë shqetësim, është prononcuar drejt për drejt Qeli Bashi. Ndaj kujt? Është ndaj gazetarëve në media, është prononcuar dhe ka thënë që është një vendim i përbashkët i komisionerëve, që është absurd. Ta dëgjojmë Qeli Bashin. Është absurditet. Ta dëgjojmë se e kemi. Ta dëgjojmë Qeli Bashin çka ka thënë pak minuta më parë. U dakordësua me të gjitha palët politike dhe patëm konsensus për të zhvilluar projektin e votimit dhe numërimit elektronik në njësim 10 dhe në bashkim e Vorës. Dhe në kushtet e një skepticizmi pa i hyrë diskutimin se sa i përligjër ose jo të një pjesë të politikës në lidhje me këtë proces, kemi vlerësuar që të përmbushim edhe kërkesën për shpalljen e rezultatit votimit në njësim 10 dhe në bashkimin e Vorës, pasi të ketë filluar procesi i tabulimit të rezultatit për qendrat e votimit apo për KZAZ-t ku është votuar në mënyrë manuale. Që në terma kohë, pak a shumë do të thotë që ne këtë rezultat do ta kemi në mëngjes ditën e nesërme, rreth orës 8-9. Pra kam drejt, zoti Balla. Jo, kam drejt unë. Sigurisht, në kuptimin e interesit publik, po unë kam drejt në kuptimin e logjikës së politikës. Mua nuk më intereson logjika politike. Patjetër, jam. Më intereson logjika politike. Kjo është një lloj si të vijë orari lindjes, dhe to doktore mbaje çiko se e kapin emocionet burrin, mbaje një atetor fëmijën brenda sa dali. E kupton? Po kjo krijon infeksion. Jam dakord. Kjo krijon rrezik vdekje të kredibilitetit të rezultatit të zgjedhjeve. Shumë dakord që duhet mos mërzitet doktori apo mërzitet piktori. Mua duhet ndalë rezultatet. Kjo nuk do të kalojë pa u shënuar tek raporti që bën final ose BE-u. Mos, pa ata po e shënuan ata, mori fund. Kjo shpresoj shumë. Dakord. Kjo shpresoj shumë mos i shënohet Shqipërisë te raport progresi i vitit të ardhshëm. Po si do ta zgjidhim? Se mua jo më intereson, s'mintereson fare ose BE-u deri. Kupton që jemi në një situatë ku partitë politike janë vet ali e vet kadi. Pra partitë politike kanë kryesore, i bëjnë vetë zgjedhjet, i numërojnë vetë zgjedhjet, i shpallin vetë zgjedhjet dhe i miratojnë vetë zgjedhjet, more. Asnjë instancë tjetër nuk është përfshirë në procesin zgjedhor. Dhe për sa kohë ne kemi administratë të politizuar, përfshirë edhe drejtuesit por shqyr që ishte politizuar në këtë rast, kemi këtë situatë që është e politizuar në këtë rast, sepse spaku, ja po ta them, sepse spaku burimet që ne kemi në dyja partitë politike që nuk janë dakord fare me këtë vendimarrje që kanë marrë KQZ-ja si shtoni një kompromis me partitë politike që e konfirmoi Qeli Bashi. Ta tha kryetari. Se nuk po më dëgjon. Atë që e konfirmoi Qeli Bashi. Dhe shqyra ata që na e sjellin në mënyrë të vazhdueshme. Dhe kupton çfarë është paradoksi në këtë mes?
E kuptoj, E kupton cilë është paradoksi? Nëse bim dakord për këtë formulë, kjo është paradoksi. realitet prodhon. Ti ke një kufon dhe thu nuk do ta varros, po aleja 3 ditë mos ta marrim vesh kalamajt se do na mërzitet. Në infrakt zem. Kupton? Shive sa legjitim është gjithë debati që bën këtu ne. Legitimiteti i gjithë debati që në thelb transmeton një shqetësim që ka të bëjë me interesin publik dhe këtë po diskutojmë në këtë rast. Arrit deri aq sa kryetari i KQZ-s, që është kryeministri i zgjedhjeve, doli në konferencë shtypi posaçërisht për ta shkarkuar përgjegjësinë tashmë në një vendimarrje të grupeve politike. Ndërkohë, ky si person ka të gjithë legitimitetin në këtë moment të fillojë afishimin aty. Sigurisht, por ka një gjë. Të fillojë gjithë sepse nuk mundet një vendimarrje në komision, një vendimarrje që po e bëjmë publike ne, ha? Po e bëjmë ne. Jaku e ke në ekran, nxirin në ekran. Është e pamundur. Do janë fatura që paguajnë taksapaguesit shqiptar për një proces që nuk e morën dot kurrë. Pse? Sepse bën pazar kryekomisioneri me PD-n dhe PS-n. Dhe un kam e pyetur për PS-n, pse nuk del të reagoj? Saktë. Dali Partia Socialiste tani dhe të reagoj. Çfarë po ndodh me këtë proces? Apo jo? Dali Partia Socialiste dhe të flasi pak çfarë po ndodh me këtë? Se bën kompromise mbi ligjin. Jo, një sekond. Të thot Partia Socialiste, ja po e bëj pyetjen publikisht me që do dali zëdhënësja, kush do dali dhe me siguri kush e di çfarë do thot. Po të flasi këtë që intereson njerëzve. Dali dhe thot, ka pasur kompromis Partia Socialiste, marrëveshje Partia Socialiste, Jaku e kanë bosh, ta dalin se e kanë lemruar deklaratën për shtyp, Jaku e kanë nxjerrë pak podiumin. Jaku është podiumi, dalin e ta mbushin podiumin dhe të përgjigjen njerëzve. Kanë rënë dakord me Partinë Demokratike që ta fshehin rezultatin se mos ta mërzitet doktori deri të hënën mëngjes në ora 8? Nëse po, le ta mbajnë ata përgjegjësinë. Po kjo meçë nuk na heqin e drejtën ta ngrejmë zërin e protestës dhe themi përkundërzi. Është tmerr. Legitimiteti thash i diskutimit tonë është pushteteve, media duhet të vazhdojë. Sigurisht, dhe kjo është edhe roli dhe edhe thirrja që bëhet ju tani. Partia Socialiste të... Jaku e ka dalit flasën, mi që kanë tonë, dalit flasën. Sepse është një vendimarrje që ka moralitet brenda. Ka në të gjitha planet e moralitet. Ne këtu në studio kemi detyrimin si qytetar të ngrejmë zërin për shkak se investimi që është bërë në numrimin elektronik është marrë nga taksat tona. Dhe është një investim i kripur nga pikpamje shumës financiare dhe qëllimi ka qenë që në kohë reale në zonat të caktuara të japi një rezultat. Është vendimarrje antiligjore, është antiligjore është vendimarrja. Në qoftë se kjo nuk vlen, sepse palët ky është Edbi. Dikush ka bazë ligjore apo jo? Nuk ka asnjë bazë ligjore. Çfarë do të thotë që ne bim kompromis kemi edhe kryetari i KQZ-s. Hajde bëjmë kompromis kemi kushtetuar. Nga pikpamja morale, po jo nga pikpamja ligjore, sepse ka detyrimin të zbatoj ligjin. Pasi aty prandaj edhe nga ana ligjore, edhe nga ana morale, në momentin që ne nxjerrim, pra ne dhe media të tjera, e nxjerrin rezultatin, Zoti Celibashi duhet ketë le të themi kurajon civile. Te kalojmë marrëveshje. Shiko, ka pasur me vërtet një marrëveshje, rezultatet bëhen publike, unë nuk kam si fshe më. Se çfarë do thosh nesër, do dalësh para gazetarëve, çfarë do thosh? E di që rezultati është reale, po çfarë dini gjithë, po e them dhe unë. Po çfarë them, po e them dhe unë tani në orën 8. Megjithatë nuk është plarje goje nëse do ta bëj këtë gjë. Nuk e di. Është qëndrim me përgjegjësi politike. Të dalin në këtë moment ose ta konsultoj me palët, se derisa ka një marrëveshje, duhet mos i dali marrëveshjes. Ka dhe po ta bëj tjetër që në një proces kaq delikat dhe kaq që të vendosur se gjithmonë zgjedhet këtë atmosferë krijon këne. Ky lloj precedenti teorikisht mund krijonte edhe një lloj shembulli të keq ku në një pikë të caktuar të procesit, nëse krijohen situata delikate ku tish ose votimi të cilat mund të jenë ose shumë të afërta, ose shumë të fragmentuara, domethënë situata edhe shifrore aritmetike specifike, mund edhe t'i vonojmë për ca kohë sepse realisht mund të krijojmë edhe tensione. Mirë, sepse kjo është logjika. E kuptoj që ti duke bërë avokatën e djathtë dhe shumë se e ndihmon debatin. Tani nga një shikues nga Gjermania un kam këtë pyetje. Dhe jeni në sinkron, çka do të thotë që debati që ne po bëjmë është sinkron me logjikën normale njerëzore. Edhe kundërvendja që bën ti si avokat i djallit qëndron. Po shiko ç'to përgjigjet, më erdhi pyetja para se ta mbaronit ju përgjigjet. Nëse gjatë kësaj kohe, mes numërimit dhe shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve në Vorë, do të ndodhin akte të rënda, përplasje mes forcave politike dhe raste të rënda që rrezikojnë jetën e njerëzve. Kush do të jetë përgjegjës?
Partit politike. Ata e përgjigjen partit politike. Pyetjes se disa konkrete me drejt me idenë e temit bërës debati duhet patjetër të marrësh dhe anën tjetër. Pra, okay, ti po e bën se ti kërkon të ulësh tensione. Tani çfarë ndodh? Momentin që në Vorë kanë filluar festa. Unë thash diçka tjetër, s'e fal. Jo, unë thash diçka tjetër, që kjo që po bëhet sonte me bllokimin e rezultatit, mundet që të shërbejë si precedent, si shembull i keq, që okay, rregull. Edhe në situata të tendosura gjatë numrit. Po ja pra jeni në një lidhje me këtë që thotë. Po, mund të fshihet rezultati dhe të mos publikohet. Ç'ndo sot? Sepse na krijuan probleme. Sot e ke Vorën që ka votuar populsion, po feston. Ore Vlora ja bëri dasmën. Puna është se s'dalin shifrat. Jo, them Vora. Vora sot po feston. Dasmën ka bërë. Ti ja fshet këto rezultatin. Me drejt shikues e pyet, nëse gjatë kësaj kohe mes numërimit dhe shpalljes së rezultateve zgjedhjeve do ndodhin akte të rënda, përplasje me forcat politike dhe raste të rënda që rrezikojnë jetën e njerëzve larg qoftë, kush do të jetë përgjegjës? Do të jenë përgjegjës ne që nxorëm rezultatin, që është rezultati zyrtar i konfirmuar nga numëruesi dy apalëve, apo ata që e fshehin. Se në fund fare partitë politike do ngrenë duart larg ato. Rezultati është në kaq shumë celular dhe media dhe rrjetet social sonte, saqë atë s'ka gjë që e kthen më, sepse kemi të gjithë në përsëri. Edhe pastaj dy kush do ta bëj? Ajo është një e parimore. Me barkode me të gjitha është i prodhuar, ka ikë për se kush do ta bëj rumbullin? Se shumë shqetësuese. Kjo është qytetare apo jo me çfarë? Shihet mas gishtit do. Duhet edhe KQZ-ja sepse apeli jon më tepër është te KQZ-ja, tani nuk është te këto tjerat. Sigurisht duhet kuptoj që çdo konspiracion në procesin e votimit prodhon alibin dhe premisa për probleme pas perdes së kësaj. Këtë thotë shikuesi. Pikërisht pra sepse është shumë shqetësuese ajo. Është shumë shqetësuese se kush do ta mbaj përgjegjësinë dhe në gjithë apel që bëjmë ne po vëmë gishtin kush e mban përgjegjësinë. Kryeministri zgjedhë është një emër, Çelibashi. Dhe ai në vendimarrjen që po diskuton dhe që doli përpara nesh dhe para opinionit publik është absolutisht i qartë në këtë moment që shkelet ligjit dhe prandaja doli për të shkarkuar diçka. Meçe, është në shkelet ligjit? Absolutisht. Shiko, ta thon late, se u bë votim elektronik, u bë që në shkelet moralit qartës, se është një faturë e cila duhet të jepë të tatët e parë. Edhe një herë. Po në pas asaj atje që ta fiksojmë nuk e di informimi publik ligjit. Informimi publikut moral. Ajo është transparenca ndaj ajo faqe, atje është një faqe për të cilën qytetari i Republikës së Shqipërisë ka paguar. Po pra, të po them. Dhe KQZ ka detyrim ligjor që me të certifikuar rezultatit të dalë atje. E ka detyrim ligjor zotëri. Meçe, dikush tjetër po më shkruan, një tjetër shikues dhe miku im. Thotë, po sikur ndoshta mos pritet ndoshta leximi i votës emigrantëve? S'ka lidhje fare. Ka lidhje asnjëra. Sepse ai mund ta nxjerrë rezultatin, apo jo dhe më pas kur shtohen emigrantët, shtohen emigrantët. Në precedentin 30 vjeçar nuk ka ndodhur asnjëherë që duhet mbyllur kutitë e votimit të gjitha, duhet mbyllur numërimet të gjitha dhe pastaj shpallet. Jo zotëri. U mbyll dhe ky format këtu nuk ka lidhje fare me këtë. Ja t'ju shpjegoj. Nëse kamera është kamera lëvizje apo jo? Nuk është akoma? Atëherë që ta shpjegojmë. Ka drejt që pyet, por pse nuk ka drejt në logjikën përfundimtare, sepse këtu nuk bëhet fjalë për zgjedhje lokale, që po flasim vetëm për Bashkinë e Vorës. Ktu po flasim për një rezultat që del për gjithë qarkun e Tiranës dhe i cili numërohet në mënyrë si thon, first come first served. Ashtu siç vin, ashtu dalin. Dhe në këtë rast njësia 10 apo bashkia e Vorës nuk kanë një ndryshim. Pra, të dyja numërohen në të njëjtën mënyrë. Pra, si Vora, si njësia 10 janë njësi që bëjnë pjesë tek qarku i Tiranës dhe nuk ka lidhje nëse duhet pritur vota e emigrantëve. Vota e emigrantëve kur të dali do t'i shtohet votës së përgjithshme të qarkut të Tiranës. Por vota e Vorës dhe vota e të ashtu quajturës njësi 10, ajo duhet dali patjetër pasi bëhet fjalë për një nga njësitë administrative në cilat numërohet vota. Pra, kudo ku numërohet vota në të gjitha këto njësi, nga njësitë bashkiake deri tek bashkitë dhe në fund fare gjithë qarku i Tiranës, votat numërohen ashtu si ato dalin. Të parët kanë dalë Vorës, të dytët kanë dalë të njësisë bashkiake 10 dhe ato do dalin në ekran. Dhe nuk po dalin dhe kjo është një problem i madh. Po Meçe, do të lexoj informacion ose një mesazh që vjen nga Amerika tashmë. Është nga Amerika.
Dhe thot, mediat vizive, nuk po i them tjerët, kanë shumë informacion për pjesë. mediat vizive në të gjithë botën japin në çdo moment ndryshimin e rezultatit. Po, zotris, vetëm zotria ka të drejtë, po vetëm ka një problem. Në rastin konkret, ne si ABC News, ne nuk bëm exit poll. Sepse exit pollet kanë ato ngarkesat, jo ngarkesat se nuk po... Ne duam një rezultat zyrtar. Ne duam një rezultat zyrtar. Ne i besojmë institucionit më metra. Siç vinë. Ne i besojmë institucionit. Ne i kemi besuar realisht institucionit. Institucionit nuk nxjerr rezultatet. 2% të tërë. Dhe jo se nuk i ka rezultatet. Po i ka rezultatet. Po nuk e nxjerr për shkak se pas kanë rënë dakord para 2 muajsh, 2 partitë politike në mënyrë të palishme, KQZ-ja ka miratuar një vendim të tillë. A mund të them diçka? Unë mendoj që ky episod që po ndodh në KQZ na le të kuptojmë çfarë mentaliteti qëndron mbrapa forcave politike në lidhje me administrimin e procesit zgjedhor dhe pse. Makineria u vendos si një garant nga ana e partive politike, jo vetëm thjesht për të larguar njerëzit nga ndërhyrjet në procesin e votimit, por çfarë ka më shumë rëndësi është që të dalë sa më shpejt rezultati, sepse ju e dini, po aq mirë sa unë, që komisionerët në zona të caktuara e vonojnë dhe e stërgjasin procesin pikërisht duke parashikuar rezultatin. As jemi ne në këto kushte? Po në gjitha kushte. Pra si çfarë ndodh pra? Po është më shëmtuar. Pra shumë më shëmtuar. Pra makineria po përdoret, siç përdoren komisionerët, që të mos ndërhyjnë apo mos ndikojnë. Ti mbeten komisionerë në dorë. Bravo. Probleme. Pra duan që makinerinë ta kthejnë si dora e njeriu. Pra do makineri si komisioner. I kanë kthyer makinerinë si komisionerët. Pikërisht nga fakti e morën makinerinë që mos u ngjaj komisionerëve. Pra shish çfarë Skënder, shish çfarë paradoksi. Është normale, do të motivojë vetë. Do të motivojë. Pra shish çfarë ndodh Skënder, se puna të kapim logjikën. U morë makineria që të mos ju ngjajë komisionerëve dhe e kanë përdorur makinerinë këtë rast që të jetë si komisionerët. Pra zgjate procesin, vonoje me një pushim të lodhur shumë, të mos dalë rezultati, të lodhur edhe një mos i dekurajohet partia. Kjo është pak a shumë logjika. Nuk kemi vonim të procesit, mos zotni. Kjo që po shqetësojmë ne është pse nuk e afishon? Se procesi është kryer në rregull. Se e ke. E ke. Dhe precedenti historik i Shqipërisë ka qenë sa dilte një kuti votimi, s'kishte rëndësi ku dilte. Me njëherë afishohet mos zotni. Dhe ajo që po diskutojmë ne, pse nuk po afishohet? Sepse nuk po vëm fare në diskutim procesin e. Nuk po vëm në diskutim që makineria nuk po punën. Ore zotrinë, po marrim rezultatet e makinerisë. Këtë pse nuk po afishohet? Vetëm se ka një pyetje, pse Partia Socialiste nuk po përgjigjet? Ja do shohim tonë. Sepse ata janë shumicë, ne pesë shumicë janë më përgjegjës për procesin. Ne pesë qyrykët këtu jemi pritje. Se ndoshta ne nuk e kuptojmë këtë punë, por ne jemi pritje sepse Partia Socialiste në një moment caktuar duhet dali, me që e ka lajmëruar dhe nuk e di pse po e vonon daljen, duhet dalë dhe të thotë ketë një përgjigje edhe për këtë. Nuk e di për çfarë do dali Partia Socialiste, nuk na ka njoftuar, di vetëm që do ketë një njoftim nga një nga zëdhënësit e fushatës, po mirë është që zoti Rama të dali, të nxjerrë ti këtë dhe të sqarojë për çfarë bëhet fjalë ky kompromisi që është arritur 2 muaj më parë, për llogarit kujt është bërë ky kompromis dhe pse Partia Socialiste shqetësohet kaq shumë se mos mërziten votuesit e Partisë Demokratike, se sa të mërziten votuesit e saj, dhe në fund fare, pse Partia Socialiste që është një parti që qeverisë vendi për 12 vjetësh, shqetësohet më shumë për humoret e doktor Berishës se sa për taksa paguesit shqiptar. Kjo është pyetja. Kjo është pyetja që duhet dalë, duhet japim përgjigje sonte. Përndryshe, ne do rrim këtu dhe derisa dali dikush aty tek Selia Roz dhe të përgjigjet. Nuk kemi shikuesit nuk e shohin, po është Selia Roz direkt. E nxjerr tani regjia, por ndoshta dhe regjia na ndihmon. Derisa dali, ne nuk mërzitemi, ne do rrim këtu. Duhet dali një përgjigje. Ne e kemi të qartë çfarë po bën Sali Berisha. Këtu nuk kemi asnjë dilemë. Sali Berisha është duke përgatitur planin B. Vetë zoti Rama na ka njoftuar se çfarë do ndodhi nëse Sali Berisha humbet zgjedhjen. E ka përgatitur skenarin, na e kanë nxjerrë në Facebook dhe ne e kemi transmetuar. Zoti Berisha vetë kur foli nuk na shkënjeu, qëndroi në të njëjtën linjë, ndoshta me tone pak më të qeta se normalisht. Zotin Celibashi, po mundohemi ta kuptojmë në shkeljen që ai po bën, ose si e ka bërë shkeljen, justifikuar në një marrëveshje. Tani Partia Socialiste ka detyrimin ndaj votuesve të saj dhe taksapaguesve shqiptar në përgjithësi të dalë dhe të sqarojë cila është arsyeja që ajo ka arritur një marrëveshje të tillë dhe ai qëndron sërish asaj,
Dhe a duhet që Ilian Celibashi dhe KQZ-ja të nxjerrin votat e Vorës dhe të Nisisë Diet në Tiranë? Kjo është pyetja apo jo? Edhe duhet ta bëjnë patjetër, domethënë. Besoj që në rast se nuk e bëjnë, po themi që kemi pasur shpresë për më dinjitet ke Partia Socialiste në raport me rezultatin, i cili edhe në sondazhet tuaja po konfirmohet. Pra, sondazhet që bëri ABC News po konfirmohen paktën në rezultatet deri tanishme. Kështu që në këtë mënyrë për politikë redaksionale të kësaj redaksie, por dhe të tjerave, unë besoj që Partia Socialiste duhet jap një përgjigje jo për televizionin, por për elektoratin e saj dhe përpse jo dhe për elektoratin që ka votuar kundra. Vetëm që duhet ndajmë një gjë, Nur, në çdo rast kjo nuk shmang përgjegjësinë fare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Fare, sepse në fund fare Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është ai që mban përgjegjësinë ligjore. Partia Socialiste mund ndaj përgjegjësi morale, e dikush mund thotë që është la misericordia, që vendos në humorin e zotit Rama. Kam respektin për të, po ndryrje nga Franca tani. Ta lexoj? Ta lexosh edhe nga Kanada. Atëherë këtu në Francë sa po mbyllet votimi, fillon dhënia e informacionit. Po, doli Elena Kasi, ta ndjekim pak. Zëdhënësin e PS-s. Nxjerrja e rezultateve të votës zgjedh nga KQZ me një vendim arbitrar që bie ndesh me logjikën e votimit elektronik, me traditën e shpalljes menjëherë të rezultatit, si edhe me vetë arsyeën e investimit jo të vogël që është bërë për infrastrukturën elektronike. Është një vendim arbitrar, i gabuar dhe zhgënjyes për rolin e KQZ si garanti sovranit popull, e jo i nevojave taktike të partive politike. Jemi të keqardhur për këtë dhe u bëjmë thirrje Partisë Socialiste të Vorës, si edhe mbështetësve tanë në Vorë, të ruajnë qetësim. Rezultati është në kuti dhe mos keni asnjë dyshim se asgjë dhe askush nuk e ndryshon dot atë. Ju jeni dallëndyshja e parë e një fitoreje që do të jetë e paharrueshme në historinë e Partisë Socialiste. Urime, urime, urime. Të gjithë socialistët e përfshirë në proces, në të gjithë Shqipërinë, duhet të ruajnë qetësinë, të shmangen provokimeve dhe të nxjerrin me durim fitoren nga kutit ku populli sovran ka kyçur vendimin e tij historik. Ju falemnderit. Atëre, besoj që qëndrimi Partisë Socialiste ishte i qartë, ju lutem, Meçe, një sekond. Atëre, gjithë nga ky moment e tutje, KQZ-ja mban jo thjesht përgjegjësi morale, po përgjegjësi shumë më tepër se kaq, shoqërore, deri te ligjore, për çfarë ndodh nga ky moment e tutje. Pse? Sepse në momentin që partia që thotë që ka fituar zgjedhjet dhe nga rezultatet e nxjerrim rezulton kështu thotë, i bën thirrje mbështetësve saj të ruajnë qetësinë, atëre Partia Demokratike do kontrollohet vetët, Partia Socialiste do kontrollohet vetët, po humoret e qytetarëve kush do t'i ruaj patjetër. Tash do vazhdoj të bëj pak avokat në djallit. Po ti bëj Skënder, s'ka problem. Kjo zonjusha doli dhe foli ashpër kundër KQZ-s, e cila sipas saj ka bllokuar sipas Partisë Socialiste. Sipas Partisë Socialiste. Po, është qëndrim zyrtar. Tani pyetja që unë ngre është, a e kujtoni ju dhe natyrisht që ne gjithë e kujtojmë, se si partit publikonin edhe të dhëna operative që kishin për kutit e votimit. Dikur, pra, i merrnin nga komisionerët e tyre dhe thonin, Patosi, Shkodra, Kuksi, kutia numër kaq. Po jam shumë kurioz ta di ku do dalësh. Jo, do dal këtu unë. Kjo parti në pushtet, natyrisht është pjesë e atij barkodit që është prodhuar të ato kuponat. Pra, e dakordësisë procedurale për ta mbyll votimin dhe për të rënë dakord për shifrën. Pyes unë pse si e vet rezultatet e Partisë Socialiste? Sepse do ta japi KQZ-ja, më çfarë do të thonë? Lutem. Ligjërisht nuk është. Të lutem. O Skënder, ka shkelje ka këtu. M'falni një sekond. Jo, ka shkelje. Ka shkelje se do ta japi KQZ-ja, më çfarë do të thonë kjo punë tani? Politike, m'fal, po ta kujtoj edhe një herë. E kanë bërë gjithmonë. Partitë politike e kanë bërë gjithmonë historikisht në këtë vend kemi qenë. Kur ka të dhëna nga të dhënat e mia operative dhe ja vë diçka. Je duke fol me persone gabuar. Pse? Ja ta them pse. Sepse me mua. Jemi disa këtu. Jo me mua. Sepse unë kur kam dhënë rezultatin e Edi Ramës, kur fitoi me 10 vota në zgjedhjet lokale të Tiranës, e kam dhënë me burime partijake nga dyja palët. Po. Okej? Në një moment kur KQZ-ja e fshita rezultatin. Patjetër nuk e dha fare. Dhe ma thujti mua tani,
Unë kam të njëjtën situatë me Vorën. Unë e kam rezultatin nga Partia Socialiste, nga numërus partisë, por dhe nga numërus të partisë. Se kam e ty më së konë. Durota Riman, atë dëgjova? Atë dëgjova. Ore kam e pësë. Atë dëgjova. Patjetër më po. Atëherë më dëgjove ti mua. Atëherë edhe një herë. Unë e kam pasur rezultatin e 10 votave dhe e kam pasur rezultatin dhe i kam thënë gazetarës time atëherë Alma Demir, e kam thënë do të marrësh proces verbalin të fotografuar nga ty vetë, të firmosur nga gjithë numërusit PD dhe PS dhe vetëm atëherë unë e kam dhënë rezultatin. E kam pasur rezultatin 40 minuta përpara dhe kam thënë kur ta kem me proces verbal, unë do ta jap sepse jam gazetar dhe luaj fytyrën time në këtë mes. Dakor? Dhe mirë po atëherë ishte zoti Ristani, kryetari i KQZ-s. Tani pyetja ime shumë e thjeshtë. Në këtë rastin konkret, është Tirana, është Vora, po flasim në parim. Sepse Vora mund bëhet Vlora. Këtë tot Partia Socialiste reagimin që sapo tha. Dhe unë po them, cili është ndryshimi të rast midis Risanit dhe Celibashit? Ore prapë s'u morën vesh në këtu, lutem. Jo, s'po më merr vesh ti mua, s'u po të ndjek shumë mirë. Unë po them cili është ndryshimi sot midis Celibashit sot dhe Risanit dje. Më fal, të lutem. Çfarë do të thonë që kemi marrë nga përrimet partive politike? A duhet ta kishte nxjerr, fali sekond, a duhet ta kishte nxjerr Risani votimin? Mos zotrit lutem. Duhet ta kishte nxjerr Risani votimin në 2011 apo? Re vetëm atë që the. Po jo më se s'bim as veten të bin kënd gjithmonë. Të lutem. Ti thjesht ndjek veten tënde dhe s'ndjek ç'është logjikën e gjës. Unë po them edhe një herë tjetër. Jo më nuk e marr personale fare, pavarësisht se ti po më ofendon. Unë po të them. Dhe një herë, unë e kam marrë nga Partia Socialiste dhe nga Partia Demokratike rezultatin e 2011. Dhe nuk e jep te Celibashi. Dhe nuk e jep te Celibashit, nuk e jep te Ristani. Po nuk e jep. Tani kush nuk po e jep? Po tani më fal, unë bëra pyetje tjetër. Cila është? Prandaj po them që nuk mund. Po pse më ta japi Partia Socialiste, ka detyrë KQZ-ja më zotri? Është palë më zotri, është. Po e ka dhënë mëse e kanë firmos, ka dalë atje. Ja ku e ka firmos Partia Socialiste. Po thot ta japi KQZ-ja. Se e ka për detyrë ligjore. E ka për detyrë ligjore, më ç'është kopika zez. Ore më fal, ti do të informohet opinioni publik sonte? Jo, unë dua ta di pse KQZ-ja fshi rezultatin zgjedhjes. Po mirë, më dakord. Sepse unë rezultatin e Vorës e kam, Partia Demokratike për fat keq ka regjistruar një humbje madhështore. Mos shqyje me. Unë kam një pyetje tjetër. Pse nuk e jep? Pse nuk e jep KQZ-ja? Pse nuk e jep KQZ-ja? Se bën debat kur jemi dakord. Po ç'a pyetje po ti po debat, po bëj debat. Fal. Jo, unë po themi gjë tjetër. Që derisa institucioni zgjedhjeve thot un kam një vendim që nuk e jap. Po ai s'do më dhon fare. Lutem, ti si palë interesuar. Po ta thajo më i kam fituar. Që ke arritur një fitore. Ta thajo i kam fituar zgjedhje. Jep rezultatin. Ta thajo i kam fituar zgjedhje. Jo, un dua shifrën, un jam. Po shifrën ta jap unë, do të shifrën. E do shifrën unë. Mos e kam sot. Po pse ta japi? Pse ta japi Partia Socialiste? Pse mos ta japi? Po pse ta japi më? Sepse ka ndodhur 3 vjet që e ka dhënë. Ore zotri, ç'lidhe ka kjo më na ti ka dhënë ty dhe mua si gazetar, siç më jep mua Partia Demokratike dhe LSI-ja. I ka dhënë me foni. Partitë i kanë dhënë me foni. Sepse ke rënë dakord që do bësh një numërim elektronik pikërisht për të shmangur atë që thua. Për pikërisht për të jo, po them njëjtën gjë, po s'do ta kuptosh. Partia Socialiste do të mendoj që ti e bëje për kontrokorrente, po ti e besove këtë punë. Kë besova? Këtë që e duke thënë. Po thashë po e bë për debati. Çfarë problemi ka që e besoj? Ore e beso gabim. Sepse ne, se ja ta them unë, ma jep argument ta dëgjoj argumentin tim pra. Dëgjoj argumentin 10 vjeçari është. Dëgjoj argumentin tim. Cila është vujtja që ne kemi pas? Nuk ke ti që ngresa e kemi zgjedhur dhe tu. Kosova na e kalone? Ka mundësi të. A ke thënë ti në këtë tryezë 100 milioner me shumë drejt që Kosova na e kalone? Pse? Si? Mbylli gojën. Pse? Shpuke me pëson, unë e kam me KQZ-n. Pse më atje rezultati e vetëvendosja? Dhe me Komisioni Qendror zgjedhje më Skënder. Për KQZ-n kemi një orë që flasim sokol. Por KQZ-n e kam unë, nuk e kam as me pëson as me PD. Ata kanë llogaritë e tyre ti bëjnë si duan. Unë e kam llogaritë me votuesit shqiptar. Ne na është nxirr jeta, kemi 20 vjet që ndjekim zgjedhje dhe rrim gjithë natën për trujt dhe për të numëruar çdo vot. Ne kemi pagu taksa, ta nxjerrin rezultatin, se është turp e faqja zez. Është turp e faqja zez. Ka kuptim. Partinë Socialiste. Po ç'e duke mbrojtur? Do mbrojmë KQZ-n, ta mbrojmë KQZ-n, se ne kemi mbrojtur parë ti dhe unë Celibashi. Por ram dakord që kemi drejt për këtë pikë, kemi një orë që flasim. Ne PS-sa i bën presion dhe doli PS-ja. Zgjedhjet më zotri. O Skënder. Ne ishim këtu dhe padyshim kishim kritika ndaj KQZ-s. Po. Me doktorin e kemi mbyllur muhabetin se e dim ai ka hallet e veta dhe i bën presion 25 minuta. Partia Socialiste vonoi konferencën për shtyp 25 minuta. Se ne të gjithë tu i thamë Partia Socialiste, dile na thuj nëse ti ke qenë pjesë e këtij kompromisi apo jo. Dhe Partia Socialiste doli dhe tha, unë i kam votu zgjedhjet, i kam fitu zgjedhjet në Vorë, po rrujmë qetësinë, i them 10.000 euro qetësinë dhe i drejton gishtin KQZ. Shto turp të vi që ti nuk i nxjerr rezultatet e ke bërë këtë pazar për të mçef rezultatet e Vorës dhe njësisë 10. Ta tha apo s'o?
Po pra, dali KQZ-ja ta përgjigjëstroj. Më fal pra, një sekondë. Ta përgjigjëstroj. Duhet dali sepse Qelibashi thot marrëveshje me palët. Dali me thot, një nga palët ta nuk e marrëveshje me mua. Celibashi flet, dakord. Këta thonë s'ke marrëveshje me mua. Thonë këta dali Celibashi thotë që ka marrëveshje. Dali ta thotë. Jo dali tani se. Të dali tani se këta e dolën e kundërshtuar. Dali ai, por nga ana tjetër, nëse flasim në parim Skënder, ti dhe unë është nxirr jeta, duke rujt se mos vjet votën njëri apo tjetri. E keni bërë sot nga mëngjesi, Dhe kemi bërë nga ora 7 e mëngjesit sot, ti dhe unë bashkë, kemi ndjek këtë proces dhe ne duam dhe shqiptarët duan që procesi të jetë transparent. Kemi një orë që e bëjmë së gol. Dhe debatin për KQZ-n jemi të gjithë dakord dhe unë s'besoj se ka njëri kundër. Po ti pse the? Ti se ka fajin pësoj aty. Shkelje ligjore më zot. Ore të lutem. Po dolën dhe tham pra. Ja, jepja pak, një sekondë. Jepja pak peshkun ta dëgjoj Rolandi. Jepja pak peshkun, nxjerr pak Elena Kaçin. Se ndoshta ka qenë mishdere, po se ke kuptuar. Derisa të nxjerr, se kemi kuptuar ne ndoshta. Ose më them edhe. Nëse Partia Socialiste thotë që ne nuk kemi lidhje me këtë pazar, Partia Demokratike thot unë kam rënë dakord etj, dali Celibashi dhe t'ja hedhi poshtë saj gocës Elena Kaçin. Dali t'ja hedhi poshtë. Derisa dal te regjia ajo. Po. Qëndrimi i Partisë Socialiste ishte absolutisht i qartë. Ata dëgjojnë dhe pastaj bëje komentin me që Rolandi s'e ka dëgjuar. Ju lutem, e keni deklaratën e Partisë Socialiste? Ishte as mesh, as mish, as peshk. Okej. Ta shohim ku është mishku dhe peshku. E dëgjojmë dot Elena Kaçin të një, nxirrni edhe një herë lutem. Gjithsesi sa dal ajo. Gjithë debati edhe i Minxhozit, paktën me sa unë e kuptoj është në qoftë se KQZ nuk e bën një gjë të tillë, atëherë le t'i drejtojmë një burimi tjetër, i cili duhet të jetë në funksion të asaj që ne kemi të informojmë publikun. Dhe në këtë kuadër nuk e krahasoj me proceset e tjera sepse për herë të dytë është kjo. Ne ballafaqohemi me një soft i cili është marrë detyrim, është paguar lek dhe me të drejtë partitë thonë nuk se flasim neve, sepse detyrimi asaj faqe është doli rezultati i afishohet zot. Ta ndjekim pak deklaratën e zëdhënëses elektorale Elena Kaçit Partisë Socialiste. Ta dëgjojmë ato se mos ta bëjmë kështu. Ta dëgjojmë ato dhe fillimisht të reagimi për Lani që ta as mish as peshk, edhe pastaj vazhdojmë bisedën. Ndjekim Elena Kaçin edhe një herë. Mirëmbrëma. Mos nxjerrja e rezultateve të vorës dhe njësisë 10 nga KQZ me një vendim arbitrar që bie ndesh me logjikën e votimit elektronik, me traditën e shpalljes menjëherë të rezultatit, si edhe me vetë arsyeën e investimit jo të vogël që është bërë për infrastrukturën elektronike. Është një vendim arbitrar, i gabuar dhe zhgënjyes për rolin e KQZ si garanti sovranit popull e jo i nevojave taktike të partive politike. Jemi të keqardhur për këtë dhe u bëjmë thirrje Partisë Socialiste të Vorës, si edhe mbështetësve tanë në Vorë, të ruajnë qetësinë. Rezultati është në kuti dhe mos keni asnjë dyshim se asgjë dhe askush nuk e ndryshon dot atë. Ju jeni dallëndryshja e parë e një fitoreje që do të jetë e paharrueshme në historinë e Partisë Socialiste. Urime, urime, urime. Të gjithë socialistët e përfshirë në proces, në të gjithë Shqipërinë, duhet të ruajnë qetësinë, të shmangen provokimeve dhe të nxjerrin me durim fitoren, nga kutit ku populli sovran ka kyçur vendimin e tij historik. Ju falenderit. Okej, Lami, unë nuk flas më me që e qyta as mish as peshk. Ishte i qartë komunikimi për shtypi i zëdhënësës Partisë Socialiste, do mbetet tani zoti Qelibashit na sqaroi çështjen e kompromisit me partitë politike për këtë vendimarrje. Pra, nuk është as mish as peshk, besoj se është qartë. Pra, thjesht nuk e ke dëgjuar mirë. Meçe? Absolutisht në thash, tani kaloi jo përgjegjësi morale më tashmë, sepse deklarata ishte dhe ashpër, bilet do të thënë. Janë cënuar absolutisht parimet e votimit elektronik, për të cilat janë bërë investime. Dhe e distancoi absolutisht Partinë Socialiste nga fjala e Qelibashit që është bërë një kompromis. Tashmë jo mbetet në dorë Qelibashit, po është detyrim i Qelibashit që
Se unë nuk besoj që Celi Bashi e ka thënë pa baza. Unë nuk e besoj, por unë besoj, po këtu o gënjen Partia Socialiste, o gënjen Celi Bashi. Sepse jemi në një konflikt i cili është një konflikt institucional tani. Nuk është me disë individve, pra nuk është Celi Bashi në loj, por është kryeministri i zgjedhjeve me një veprim të penalizueshëm, në të gjithë penalizuan vendimin e tij dhe në gjykimin tim unë thash, është veprim antiligjormos dhe e çuditshme është që në atë sinkron të gjithë artikulimit ton doli disi më avancuar Partia Socialiste si institucion tani, jo si nuk është dhënë se kjo është Partia Socialiste. Dhe Partia Socialiste lexoi Edi Rama, nuk lexoi vetëm Skënder ndeset në preva. Po vetëm doja ta dëgjonin këto me Qelandi se çfarë e deklaratës mua veç se më forcon një bindje, dhe për cilën jam gati të bëj debat deri nesër mëngjes, që një parti që ka fituar, që rezultatin e ka të certifikuar siç e kemi të gjithë ne, që komisionerët e saj e kanë mbyllur procesin, madje që komisionerët dhe përkrasit e saj kanë bërë një fest me fishek zjarre legjitime, në atë pjesë ku është fituar, e cila e vë theksin shumë të fort tek zbatimi i ligjit dhe aplikimi pa humbur kohë i shpalljes rezultateve nxjerrën në rrugë elektronike dhe në fund fare nuk i jep, po bën thirrje për qetësi, unë kam frikë se kjo është fiks qëndrimi i të madhit që do të tregohet i qetë për të mos forcuar, më fal, sepse ne dim Sokol që nëse do dilnin rezultatet, supozim është, po këtu supozimet dalin shumë shpesh vërteta, nëse do dilnin këto rezultate me bazë ligjore natyrisht dhe ashtu siç e ka procedura që duhet dilnin, dhe këtu KQZ nuk e mbulon dot askush sepse është e zbuluar, unë po të them dhe këtë që klima politike në vend gjatë natës dhe nesër do t'i jepte hapësirë dhe gojë palës eventualisht humbse, edhe në vende ku mund të jetë rezultati i nxehtë dhe ku mund të ketë sherrës siç ne e dim që ka në KZZ. Unë nuk do të bëj debat tek. Dhe më fal, bëj mirë dakord, të lutem, mund ta mbaroj. Dhe unë jam shumë i sigurt që ky nuk është argument jo. Se ti tell mendon njësoj me mua. Po. Tani, Partia Socialiste në radhë parë thotë që unë e kam fituar zgjedhjen në Vorë. E dyta, nga ana procedurale, është ajo që unë shpjegova më tepër. Njësia 10 apo Bashkia e Vorës, si njësi si KZAZ, janë pjesë e hartës elektorale të qarkut të Tiranës, ku bën pjesë edhe Rogozhina, ku bën pjesë edhe Kavaja, ku bën pjesë edhe Kamza, dakor? Ku bën pjesë edhe Paskuqani, padyshim dhe Tirana e Madhe, Bashkia e Madhe. Dhe rezultatet janë në total, Skënder. Pra, KZAZ në këtë rast Vora, Bashkia e Vorës është KZAZ e qarkut të Tiranës. Më kupton? Pra, nuk mund t'japi Partia Socialiste ty rezultatin e qarkut të Tiranës. Partia Socialiste ka ato faturat për çdo kuti që numërohet. Unë thash t'japi ato që ka. Po ti dha, më ti nxjerr ja ku i ke. Ti nxjerr unë. Pse do të jam po ja ku i ke? Partia Socialiste më zotëri. Po nuk ka Partia Socialiste. Ora unë kam nga Partia Demokratike ta di shans llas. Po patjetër. Po unë po them që ti. Ne jemi media më zotëri. Unë po them ne jemi media dhe ne nxjerrim rezultatet. Dhe unë të mora shembullin, pse nuk e di pse s'do të kuptosh. Kur të kam nxjerr rezultatin e Ramës në Top Channel atëherë me 10 vota, që ishin të gjithë televizionet tekore siç janë dhe sot, se sot një lloj ka ai. 99.9% i ka pas vetes doktorit edhe bravo i qoftë që i ka. Se di si i mban, se fatura e madhe duhet të jetë, ai fërshi sa ilaçi vitës, por unë po them që tjetër. Ajo që po them është kjo. Dhe atëherë unë i kam thënë gazetares time dhe përmend Alma, e përshëndes Alma nëse ndjek Alma Demirin, e cila ka marrë rezultatet e proces verbalet e firmosura nga të dyja partitë. Po. Dhe vetëm kur ne kemi marrë bashkë me grupin e gazetarëve që i caktuan për zgjedhje, i morën, i numëruan, i stornumëruan dhe thanë, rezultati është 10 vota para Edi Rama. Dhe ne kemi dhënë me përgjegjësi të madhe se që ti e di si ishte rezultati. Do të kujtoj edhe një detaj tjetër? Ma le ta mbaroj, lutem, se kjo është një gjë që kanë vujt 10 me yll dhe kolegët e mi Kurris. Nuk e du më 10 me yll fare. E tha Partia Socialiste, sepse e the vetë Qeristani nuk e nxori kur rezultatin. Doli partia, një sekond, doli Edi Rama dhe tha Tirana 10 me yll. Pra, Partia Socialiste, kur KQZ nuk foli dhe s'foli kur për atë rezultat, dhe ti e di më mirë se unë, doli dhe dha vetë rezultatin pra. E ndryshoj pra. Po natyrisht pra. Fiku dhe ekranet në KQZ. Pra,
Unë po them që kur KQZ sillet kështu, partitë japin rezultatet kaq. Ç'është kjo vetë përmbajtje thotë Partia Socialiste se s'po shpjegoj. Po pra, se këtë s'po e kuptojnë fare. Ne mund po të kujtoj edhe një herë që para gjysmore ne ngelëm gjysmë, po ç'm duhet mua kjo më çfarë? Po ne do ta themi tani. Ka një gjë. Po ç'është kjo vetë përmbajtje e Partisë Socialiste? Po ka bërë ndonjëherë pra. Ore, ju dishni gjërat apo jeni ti nuk ke fare se ti se ti kishe dëgjuar çka kisha thënë ajo. Se te as misa spesh, tu më fal që se ke dëgjuar ato herë. Kjo është e para. Se te as misha spesh nuk e kisha dëgjuar ato. Kjo vetë përmbajtje Partisë Socialiste po ç'duhet mua vetë përmbajtja. Ore ti zotri. Se kanë bërë asnjëherë në zgjedhje. Ore zotri, ai ishte ti dhe unë dhe gjithë kolegët e mi që i bën presion Partisë Socialiste 25 minuta dhe ato vonuan konferencën për shtyp. Dhe ato dolën ato dhe tu përgjigjen. Dhe duhet mu Partia Socialiste. Mua është më intereson mu Partia Socialiste. Nuk do të përsipër kryetari KQZ-s të deklaroj që unë mbajt fshehur shpalljen e dhënave në mënyrë të njëanshme. Se ka marrë pëlqim me Partitë Demokratike. Do të sqarohet kjo gjë. Ja këtu do jemi. Një sekond. Me këtë logjikë, si kërkoi llogariti Partisë Demokratike që dalë të pranojë humbjen? Çfarë ti kërkoi? Partisë Demokratike më. Po ne thamë. Ç'është kjo preferencë duhet i bish patjetër Partisë Socialiste, ajo pas ka fituar të zgjedhjen. Po s'është pala me këtë, jo me ty. Është pala vit. A kanë njerëzit fitojnë atje. Po pse më po çfarë? Si kanë njerëzit fitojnë atje? Tash ti unë ti kërkoj llogari Partisë Socialiste. Pse nuk deklaron fitoren? Se ka dalë rezultati. Mora, ka jeni interesi si ftisë kështu apo? Po pse kanë dalë fitojnë? Kjo ora dhe mund të flasim në një broçku. Po se kjo është kështu. Ti kërkon llogari Partisë Socialiste pse nuk delet deklaron fitoren? Sigurisht më Mora, jeni ora se më çmendët fare. Ti mund të thosh Partisë Demokratike pse s'dele pranon humbjen? Sepse ajo po ti do kërkosh llogari Partisë Socialiste pse s'dele pranon fitoren? Ajo është një dhënë zyrtare. E ke seriozisht? Dhënë zyrtare. Po e dhënë zyrtare jep KQZ-ja që nuk ka jep më zotri e ka të ligjor. Ajo është KQZ-s, po si mund të merrni me KQZ-n, merreni me PS-n. Dhe PS-ja doli dhe të folin në çdo rast. Mirë, okay. A doli të foli PS-ja më? Do presim të shojmë ti kërkon llogarisë PS-s, pse ti Edi Rama nuk del dhe pranon fitoren? Nuk po kërkoj llogari. Kjo teatër absurd që luni për hir të debatit, mund të ishim më të vërtetën. Më vërtetën po themi debat për debat. Por të vërtetën po themi, po themi të vërtetën. Zoti Rama, të vi turp zoti Rama që ti nuk del dhe pranon fitoren në Vorr. Turp do të vi. Do flasim qeto së kolë. Po leri njerëzit festojnë, po ti ke fituar. Do flasim qeto. Po si çeka një po flasim qeto që si këtu më. Po sepse më fal. Ju thoni të kërkojmë llogarinë e Ramës pse nuk del ti dhe pranon fitoren. More shembull 10 votat. Po, marr 10 votat. Pikrisht, më fal. Unë marr referencë KQZ-s Ristanit. Ti që po mbron. Jo më jo. Sepse ta shpjegova që 10 votat ti i more me firmat e të gjithë partive. Po, si mora edhe të Vorrës. Po ta rikujtoj, kur Arbelistani nuk dha rezultat, e dha Edi Rama. Kaq. Kush e dha Edi Rama? Mbaroj. Ora janë Teresile e dha shumë, e kemi dhënë në Top Channel si e dha Edi Rama. Vazhdo. Ore të s'pak e me në gjofare, e kemi dhënë në Top Channel, do të shke qenë Top Channel. Ne ka qënë televizion tjetër. Ekrani që dha rezultatin e zgjedhjeve të 8 majit në Tiranë, e ka dhënë Top Channel. U a dhënë partit politike, o Koli. Doli Edi Rama, e ka thënë, e kam pas Tan Hoxhën atere, rektorin e universitetit, që tha, doli Edi Rama, tha në oferta dhe u kthy mbrapsht, kur doli dhe tha këtë që thua ti 10-ën me ju. Po e kemi dhënë ne rezultatin parë, nuk e ka dhënë Partia Socialiste. Po dhe këtu ti edhe i pari këto kuponat e Vorrës. Po që ka që japim ne më Dele je partia që ka fituar. Po doli dhe ai dhe ta tha që i kanë fituar zgjedhjet, ta hapi KQZ-ja. Unë kam një pyetje, pse ne merrem me Edi Ramën? Po ne më morëm me Edi Rama që ti nuk pranon fitoren. Ti doktor, ja okay që nuk e pranon humbjen, ndërsa ti Celi Bashës s'ke faj se nuk duhet mërsite doktor. E ke këtë kokëvërci sepse realisht folëm 1 orë për KQZ-n. Kokëvërcinë e ke ti, kokëvërcinë e ke ti. Kemi folë 1 orë për KQZ-n. Atëherë ti themi Edi Ramës të vi turp që s'pranon fitoren. Jo, nuk e themi që të vi turp që s'pranon fitoren. Po ja themi, po na thuj më bin me. Po themi Edi Ramës, më fal. Atë që ti do të dash fajin nga ana ime, lutem. Nga ana ime Edi Rama ka faj, në rast se ka bërë një kompromis para 2 muajsh dhe sot del dhe gënjen. Të lutem. Ajo po. Të lutem. A ka mundësi të lutem? Këtu kemi ardhur secili me mendimet tona dhe unë thjesht do të thoja. Unë kam të mia të besoj. Po patjetër, mos t'ia bërtasim mendimet njëri tjetrit për mundësisht t'ia flasim. Kaq pra, jo apo tani. Tash. Që ju thoni që ti thua mua që llogari Ramës se nuk jep rezultatin, kjo është absurde fare. 10 votat mua, po e bëre dikton. 10 votat i kanë nxjerr nuk është kështu. Po s'është pra kështu. Po na thuaj ti si është. Ja pra po s'është. Po ma shpjegoj. Ne u morëm me KQZ-n apo jo? Po pra po. Dhe detyruam KQZ-n, mbani të marrë deklaratë për shtyp. Po person, ai detyruam. Madje na pohoi atë gjë që thamë në studio. Ai detyruam Partitë Socialiste të marrë qendrim, e cila tha, ne nuk kemi dëni për këtë kompromis. Është turp dhe përgjegjësia e KQZ-s. Çfarë themi tjetër tani? Po pra ndërkohë. Po.
historia më përparshme e sjelljes së Partisë Socialiste na ka treguar për të kundërtën. Kur nuk e ka nxjerr KQZ-ja, e ka nxjerr dhe vetë informacion. Ky sterilitet i qëndrimit Partisë Socialiste është si surprizues. Kaq, asnjë gjë tjetër s'po them. Dakor, ti do me qëndru te kursia jote. Jo, nuk po qëndroj. Do me qëndru te kursia sigurisht. Ne jemi këtu të rrim se cilin kursi ton, prandaj është bukuria. Unë jam shumë i vjetër në profesion, më i vjetër në profesion se ta në mosh. Nuk e di si e keti këtë raport, që unë ka ardhur momenti që ca gjëra do t'i them vërtet dha se u lodh. Thuaj ti, po janë të vërteta kursia sigurisht. Maja kursinë e sigurisë, fudi a folët e ri aty. Unë po të them, pra, ne duhet i themi Partisë Socialiste pse Partia Socialiste nuk deklaron fitore? Jo, ne duhet i them na sqaroj realisht nuk ka dini për këtë kompromis apo jo. Dhe do të na sqaroj edhe kryetari KQZ. Po ata që është absurde të pohoj që ka marrë një vendim vetëm me pëlqimin e Partisë Demokratike. Dhe Partia Socialiste nuk ka dini. Kaq, ta vura dy herë, do ta vej për herë tretë. S'ka gjë thuaj. Deklaratën e do ta sqaroj. Do vazhdojmë këtë gjë. As mish as pesh. Pastaj dhe kur e dëgjove dhe se pas ka dëgjuar. Thash po. Majti qëndrim, ai thash. Mbajti qëndrimin? Patjetër, po a tha që unë nuk kam pjesë të pazarit? Mbajti, po. Nuk kam për pazar? E vërtet. Atëherë, a tha që unë kam fitu zgjedhjen? Po, e vërtet. Ai tha të vetë do vetë përmbahemi? Po, patjetër. Tani çfarë duhet bëj tjetër pësoja? Asgjë, vetëm thjesht do sqarojmë realisht nëse është e vërtetë që thot në qendrim zyrtar Partia Socialiste apo kryetari KQZ-s. Kaq. Po a duhet sqaroj më pësoja apo jo? Këtu e kam pyetën. Jo, për të sqaruar nuk kam më çfarë sqaroj Partia Socialiste. Do të mbetet kryetari KQZ-s ta sqaroj. Shef që dole nga kursia e sigurisë herë dhe kursia e shpejtësisë. Po, qëndrimi Partisë Socialiste ishte absolutisht i qartë. Ajo që unë po shoh debatuar është për sa kohë që tashmë ajo konstatoi një shkelje ligjore që bëhet nga Komisioni i Zgjedhjeve, le të fillojë iniciativën e vet. Le të na sjell këtu të gjithë informacion që posëdon ajo dhe ne gjithmonë do themi për sa kohë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mënyrë të paligjshme nuk e transmeton, e transmetojmë ne. Okej. Atëherë ju lutem kolegëve të mi, sepse u këtu kam marrëveshjen e famshme që përmend zoti Celibashi. Ju lutem nxjerrni pak në ekran. Është një marrëveshje për miratimin e rregullave procedurale për procesin e votimit dhe numërimit elektronik me anë të pajisjes elektronike të votimit dhe numërimit në zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj. Ky është një vendim që është marrë nga KQZ-ja, firmosur dhe nga Celibashi, firmosur dhe nga të tjerë. Vetëm të ndjesë lutem, ju kërkoj ndjesë shikuzët e pastaj juve, sepse du ta gjej atë ku flitet për këtë pjesën. Ja, nxori regjia. Po, regjia nxori, po unë nxora, është firmosur nga Iliana Nano, Arjen Shela, Dritan Çaka, Helga Bukaj dhe Muarem Cakaj. Këto janë të? Për marrëveshjen fjalë pra. Po pra. Dy palë. Po, dy palë. Çfarë ta shohim ku thuhet ajo? Tekstualisht duhet lexuar, po ta bëj regjia që e ka më të madhe. Atëherë lutem gazetarëve sepse unë kam celular dhe nuk arrit dot ta hedh tani në kompjuter dhe në iPad për të parë atë pjesën ku sipas Celibashit është arritur një marrëveshje që rezultati duhet nxjerr ditën e hënë. Pra ditën më pas e nuk duhet nxjerr në mënyrë. Ju lutem ta shohin gazetarët e po shumë na kanë si të jenë tabuluar thot këto numërimet manuale. E peti ben? Jo, kam Celibashin, jo këtë. Jo, këtë, jo. Celibashi thot mbasi të jenë tabuluar votimet manuale. Absurditet, po gjithsesi të shohim. Po cilat votime manuale të kujt? Kështu thot Celibashi. Shohim marrëveshjen tani, se ne tani do shohim marrëveshjen. Atëherë ju lutem gazetarëve nga pozicioni apo lëvizje lexuesh me pjesën e dur. Po, të pjesën e dur, sipas Partisë Socialiste nuk i kemi thotë. Nuk mendoj që ka rrjedhë i ka Celibashi. Ndërkohë unë kam fotografi këtu, ja për shembull, në Marika, në dy kuti Partia Socialiste 500, Partia Demokratike 200 vota. Pra një rezultat tjetër që ne kemi. Kurdo, ja ku thot, dhe rezultatet e tjera, votat e tjera që mund vjen. Problemi është pse duhet i numërojnë këto mos Skënder kur i kanë numëruar me ai burri, kupton? Tu është gjithë problemi. Do të na sqarojmë marrëveshje. Mbasi ne tham një orë të tërë këtë të gjithë bashkë. Të gjithë, kemi folur disa herë bashkë. E detyruam të dy palët dilin. Burri ka detyrë ligjore ti publikoj. Një orë me këtë, një orë. Tani unë kam vështirë që del partia më e madhe e Shqipërisë, që i ka të gjithë komisionerët aty dhe thotë nuk i kam unë, sepse i ka Celibashi. Ajo ka komisionerët që kanë vënë firmë aty.
Ajo është pjesë e procesit më zotri. Ka firmos më, ore ka firmos. Ti referohesh. Ata kanë firmos më. Po pra, po ti referohesh për përgjegjësitë politike. Po normal. Ajo nuk e tha kështu tekstualisht. O Skënder. Jo, fal. Një sekond. Këtu kjo pyetja që thua ti, do kishte vlerë nëse do ishte një rezultat si ai 10 votave kur Gjogjën Fjet Peri, Tirana, kryetari i bashkisë, ishte kryetari i partisë kryesore opozitare, kandidati tjetër ishte ai që u bë më pas trashëgimtari i Partisë Demokratike etj. Pra kishte një potencë të jashtëzakonshme politike, votuan 500.000 qytetarë Tiranës, 258, 250 andej, plus minus 10 vota. Po në këtë rast nuk bëhet fjalë për një rëndësi kaq të madhe. Dhe e zëm, po ecim me logjikën tonë. E zëm, Partia Socialiste del tani dhe nxjerr rezultatet. Po. Jo, ishte goditje direkte për Çelibash. Kaç më marroi? Mbaron debati. Kaç po normal debati me KQZ-n. Sepse më fal, mbyllet debati për votimin elektronik sot. Kaç më maron? Pse mbyllet debati? Po sepse më fal duhet dalë shifrat më kaq. Nuk është debati më Skënder të shifrat, se shifrat kanë dalë. Po. Tu debati është KQZ-ja, pse KQZ-ja e fshet rezultatet? Po e zaurum një orë Stokholm, jemi dakord. Po ka marrëveshje. Ore më fal. Po këto nuk nga qendrimi apo jo? Nuk kemi debat për këtë. E kemi mbyllur këtë kapitull. U bëjnë ndjes. S'kemi debat për këtë punë. Po ta sqaron. Për KQZ s'kemi marrëveshje, pra ne s'po ta nxjerrim. Ka jam e nxori PS-ja rezultate. E nxori. Vetë nxjerr dhe marrëveshjen edhe mund ta jo mund s'lidh asgjë. Ti e lidhe se unë nuk e lidha. Prit një sekond. Urdo. Rezultati para prag, nxjerret dhe publikohet nga KQZ pasi është dërguar në çashtë ajo rezultati i votimit për çdo qendër votimi ku zbatohet projekti pilot. Pas mbylljes së votimit, KQV dorëzoi në KZAZ pajisjen PEVN çashtë. Kjo së bashku me materialet e tjera zgjedhore. Ju lutem mos ma lëvizni kaq shpejt se xhajmi të lodhur. Pas dorëzimit nga gjitha KQV të pajisjes dhe materiale përkatëse, KZAZ në pranitë të vëzhguesve kryen procesin e numërimit sistemin elektronik menaxhimit votave. SMEVR-ja që duhet jetë pajisja do të kryer për llogaritin e rezultateve dhe do të printojnë në letër tabelat e rezultateve, pra u printuan dhe tabelat në letër. Procesi i nxjerrjes së rezultateve për çdo QV realizohet nga KZAZ-ja në ambientet e VNV-s, pra të qendrave të numërimit të votave. Tabelat e rezultateve, si për qendrat e votimit dhe nivel ZAZ, firmosen nga anëtarët e KZAZ-s. Tabela për mbledhjes së rezultateve miratohet me vendim nga KZAZ-ja. Në rastin kur procedura e votimit është zhvilluar në një pjesë ditës elektronikisht dhe një pjesë ditës manualisht, KZAZ-ja aktivizon GNV të ndjekin procedurën standarde për hapjen e kutive votimit numër 8. Në këtë rast nuk kemi fare manuali, i kemi të gjithë votimin elektronik. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve kujdeset për informimin e zgjedhësve dhe administratës zgjedhore në lidhje me përdorimin e PVN-s. Ky vendim hyn në fuqi më herë dhe publikohet në faqen elektronike e zyrtarit të Komisionit. Tani, ma thuj, urdo, ja ku e ke rezultatin Skënder, ku e ke këtu që duhet mbajtur rezultati i fshet Zoti Celibashi me këtë dokument që na ke dërguar nuk nënkupton asnjë marrëveshje mes palëve. Është marrëveshje zyrtare. Kjo është marrëveshja, s'ta ka dërguar Celibashi. Kjo është marrëveshja për cilën flet Zoti Celibashi. Nuk ka asgjë këtu. Ka marrëveshje gjë? Jo. Okej. Ti them gjëra si janë. Tu mbaron atëherë debati. Patjetër, sigurisht. Tu mbaron debati. Debatin mbaron. Nuk kemi debat këtu fare. Jo, po jemi dakord. Jemi dakord. KQZ duhet ka detyrim ligjor të nxjerrë. Po PS-ja, ke këtu PS? Jo, më fal. Te kjo marrëveshje nuk flitet fare që kanë rënë dakord për të thënë dhe këtu jam dakord. Ja, i flet për marrëveshje ekstra. Fare. Ku e ka marrëveshje? Ku është ekstra marrëveshje? Po nuk është kjo pra. Dokument tjetër, nëse kanë dokument tjetër ta nxjerrin, po kjo nuk është një. Kjo është marrëveshja. Ju lutem regjia. Topi është në fushën e Qelibashit. Regjia, ju lutem. Nëse më nxjerrni edhe pjesën ku janë firmat e përfaqësuesve të partive politike, urdo, Ilirana, Nano, Aren Scela, Dritan Çaka, Elga Vukaj, Muharrem Çakaj. Me sa pashë nuk i njoh fare, po Elga Vukaj dhe Muharrem Çaka janë Partisë Demokratike, këta dy tjerë duhet të jenë, ku diun, një Parti Socialiste, një i PSD-s, ndoshta, nuk e di si i kanë ndarë këto, sepse janë ndarë këto. Pra, ja ku e ke, urdo, faull i pastër, total, e zeza mbi të bartë i Komisionit Qendror Zgjedhjeve. Kemi një qendrim Partisë Socialiste e cila thot ne nuk kemi pasur marrëveshje. Ky dokument e vërteton se pastaj e lanë që s'ka pasur marrëveshje. Ky dokument sipas me Zoti Qelibashi nuk thot asgjë në lidhje me nënkuptimin e një marrëveshje politike që rezultati të dalë ditën e hënë. Në qoftë se ke dërguar një dokument gabuar, na sill dokumentin që të bindemi dhe ne që palët politike kanë rënë dakord që pavarësisht çfarë thot ligji, ta nxjerrin ditën e hënë rezultatin, sepse mund të mërzitet njëra nga palët. Kjo marrëveshje që na ke dërguar nuk thot gjë për këtë. Patjetër. Atëherë
Këtu mbaron diskutimi. A ishe qartë? Jo, po, patjetër. Ku si e lam, erdha unë këtë jo, po ti ka unë. Unë erdha ke ty nëse Bravo. unë erdha ke ty se duhet me ardhë, se s'ishte debati me ardhë njëri ose tjetër. Unë jam rregull fare se unë kam qartë për vetë. Unë kam fare të qartë, unë nuk kisha ka problem. debatin me KQZ-n, se kisha me poson. Po patjetër. Unë debatin tim me Partinë Socialiste e mbylla bashkë me Juve, kur i tham Partia Socialiste dil dhe fol. U përgjigj. Po, Doli dhe foli. patjetër. Iku mbaroi, ti the ka faj Partia Socialiste nuk ka rezultate. Fali sekond. Unë me dil dhe fol, vej Asterix vogël për veten. Me dil dhe fol, unë nuk kuptoj diçka më tepër se dil dhe fol. Për shembull çfarë nuk kuptoj? Për shembull, unë nuk kuptoj dhe vazhdoj të qëndroj asaj që partitë shqiptare, ku rezultatet janë të certifikuara në proces verbale dhe të firmosura nga të gjitha palët, kanë të drejtën legjitime të informojnë opinionin publik për rezultatet tashmë të mbyllura. Ka problemi Skënder, ti ke gjithmonë dëshirën, tendencën që ti në një debat që hape të hapësh një debat paralel. Këtu debati nuk ishte për çfarë qëndrimi po mësoja. Këtu ishte, jo, nuk ishte për këtë. Jo, më ne mbyllëm KQZ-n e mbyllëm. Po nuk ka nevojë të debatin që unë ju hodha për mendimin e secili Sokole drejton secili. Mendimet mbajt normal pra, unë mendimin tim po them. Unë po flas për gjë tjetër. Patjetër. Unë po flas. Ky debati u hap dhe kam hapur unë duket apo jo. Hapa fillim para një 2 orësh e ca që po flasim. Dhe tash, pse KQZ-ja po fsheh rezultate? Dhe ne jam dakord gjitha më duket apo jo. Patjetër. Këtë debatin tjetër kush hapi? Të përposon, hapa unë apo hapi ti? Sokol, po sikur kjo histori të ketë më shumë se sa një korsi dhe më shumë të vërteta, e mendon sa do pak? Patjetër. Po ja pra këtë po them. Patjetër, mama gjeti kush E mbyllim pra, e vërteta ime e vogël. Debatin mbyllet kur mbyllet. Atëherë fal, e vërteta ime e vogël është që Partia Socialiste ka detyrën të informojë njerëzit e vet për rezultatet të mbyllura dhe të certifikuara. Kaq. Çfarë lidhje ka kjo me debatin që u hapën për KQZ? Asnjë lidhje, po kjo ka me rezultatet e zgjedhjeve. Kjo ka me rezultatet e zgjedhjeve. Ja, debat tjetër, ndërkohë që debati ishte tjetër, ka gjë tjetër. Fal, të lutem, debati a ishte për shifrat e zgjedhjeve? Jo, ishte për rolin e KQZ-s, pse fsheh rezultatet e zgjedhjeve. Në lidhje me shifrat e zgjedhjeve. Patjetër. Pse fsheh KQZ rezultatet e zgjedhjeve. Të lutem, dhe unë thash që duke i qëndruar përgjegjësisë të KQZ-s, duke i qëndruar. Më fal sokol se unë s'kam marrë me shpëtu njeriu fare. Unë kam marrë me thënë, të lutem, kush po shpëton Celibashin? Nuk e shpëton Celibashin nga thelbi i debatit. Më duhet fare mua, nuk duhet fare se çfarë ndodh me Celibashin, lutem. Me Celibashin lutem. Unë po them pse KQZ fsheh votat e vorës. Debatin për KQZ Sokole bëm 1 orë rresht dhe ram dakord. Çfarë po thua? Po çfarë është ky debati tjetër? Ky është mendimi im për vijimin e historisë. Jo, duhet debati jo të hape paralel me pa lidhje me një debat tjetër. Emetimi i shifrave është proces. Jo, emetimi i shifrave është përgjegjësi ligjore. Kemi Dhe ram dakord. Është përgjegjësi ligjore. Partia Socialiste nuk ka as Partia Demokratike, nuk kanë asnjë përgjegjësi ligjore, tregojnë me lejen tënde, a ka mundësi ta mendojnë ndryshe unë? Faleminderit. Ndryshe po kaq, po këtu fillon dhe mbaron. Mbaroj pra, kaq. Po, debati ishte tjetër, ti japë mendimi jot, ndër mua ke mendimi im. Nuk e shpëton Celibashin. Po dhe ke. Publicitet deri këtej pas pak. Vazhdo me Celibashin.